1 milioner pronari një rjeti restorantesh, gjetoni munduar nga dyshimi se kush e duvertit per ate ke a jeshte. I lodhur nga marrëdhëniet si perfakesore, a i vendus të punojgje i maskuar si kamarier në një nga restorantet e ti, ndërsa i njërojt dhe poshterohet nga tek gjite, vetem gje punongje se e pastrimit i trajton me respekt dhe humanizem. Në naten e zbulimit, a i befason tek gjite sa len duke zgjedhur pikerisht gruan i padukshme, si dashurine, i verteti të gjetes se tiq. Rafael Adriani mbeshteti, ballin pas dritare se eftote të katit të njezet edite, dhe veshtroj tiranen sikur gjithhe kytetit të ishtengje, pjetgje pa pergjigje. Poshte, makinat formonin, radhete pa fund me pergjate, bulevardit, deshmoret e kombit. Të dritat e reklamave vezulonin me indifranse karakteristike të një metropoli kë nuk ndalet kurre. Ishte po tuaj se mesnati e një te marte te zakonshme, te ajsa po ishte larguar nga një darke biznesin e një nga restorantet e tij, Kendi Bujar, në zonën e blokut ku 6 persona rreth tavolines kishin këshur, me çdo shaka të tij, kishin rënë dakord me çdo mendim të tij, te kishin garuar me fineseper të ulur sa me afir tij. Ishte një grua, vesanerisht, kë i kishte prekur lehta krahun 3 herë gjatë bisedes. 3 herë. Ai i kishte numeruar. Darka kishte kene, si pas që do kriteri objektiv e patemete. Vera ishte nje Chateau Margaux kë ai e kishte zhjelle nga koleksioni i tij personal. Biseda kishte kene e gjale, plot inteligense dhe te keshura në momentet e duhura. Gruaja kë i preku krahun ishte elegante. E kulturuar kishte si shprehjes dhe një mënyre deggjemi kë dukej e sinkerte deri sa veregje. Me vemengje, se agjo degjonte saktesisht në te njajten mënyre e hekur fliste me burrin në te majtët e saj. Të njajtët buze keshtë në momentet e sakta, e njajta anesi diskrete e kokes, i njajti shkelkim i kalibruar në shikim. Rafaeli e kishte veni rekete rreth ore së dite e kishte heshtur per një sast mjaftu e shemte, gjate sa ke askushte mos i verente. Por mjaftu e shemte gjate ke ajte në gjente peshen, i njohur të njez gengjimi kje nuk ishte me i ri. Ta kishte asgjete ke kemete. Dhe ishte rendesishme ti atoshte kete e vetes. Ishte thjesht një performance e mire servitur. Dhe ai e kishte pare atë bgjese teatrore shume here per te mos njohur stuhirje, te shtu dalgje të skenarit. Në moshën 23 vjesare. Rafaeli ishte ai që do njeri nga 6 do ta quante me fat. Pronari një rjeti me një mbedjet e restorante të shperndara në Tirane, Durrës dhe Vlore, me një pasuri ke figuronte regulisht në revistat e biznesit të kue a i kishte mesuar të mos i rileksonte. Rafaeli e kishte ndertuar gjithe atë me nje per zjergje të talentit të vertete gastronomik. Punes kembengule se kue nga mosha njezit vjeçare, të nje intuite tregu kue pa kush mund ta imitonte. Vinte nga nje familje e klases se mesme nga Elbasani, gjali i një shefi kuzine kë kishte punuar gjithe gjeten në restorantet i të gjereve para se te se muret shume heret per te pare ate ke ndertua i biri. Trajektor gja ishte e bukur kur tregohej në intervista. Rafaeli e tregonte ate s'do here me pak bingje. Problemi nuk ishte vetmia në kuptimin e zakonshem të fjales. Rafaeli nuk ishte i vetmuar. Kishte gjithmone dike rreth tij, asistente, ortake, të njohur kë telefononin per dreke pandonje, arsje të dukshme por me nje kellim të dite gjithmone të leksueshe mes reshtave. Grakesh fakeshin, në evente me nje buzekeshje të kalibruar të nje familiaritet kë instalohej shume shpesh per tekene natural. Problemi ishte diçka qeter, me delikatet e me e veshtire per të emertuar me zeta larte pa udukur mos mirengjohes. Ishte në gjengja e vazhdueshme si tek gjitha, ato prani kishin një adresit e sakte. Ishin ati per shkak të asaj ke a i perfakesonte, gjo per shkak të asaj ke a ishte. Të diferenca mes këtij redigjerave ishte beri, me kalimin evitivi, e padurueshme në nje mënyre të heshtur dhe konstante, si një guri vogël në ke puseke askush nga 6 nuk mund të shohi. Kishte provuar marrëdhënie. Di prej tyre mjaft serioze sa ke mikta e pjetnin per martese. E para kishte zgjatur 3 vjet të përfundoi kur a i vurire, ne mënyre graduale dhe të edhimshme, se gruaja fliste per restorantet, me shume ngrotesi se sa fliste per te. Nuk ishte ligasi nga anaj saj, ishte thjesht realiteti.
Biznesi e magjeps të ate. Ai si bure, ishte nje pasogjedi të isore e atij magjeps gjegje. E dita kishte kene me i komplikuar sepse gruaja ishte vërtet e këndshme në shumë aspekte. E megjithatë kishte diçka që nuk përshtatej. Gje performance delikate magjeps gjegje që i ngjente në teksturën e bisedave, në mënyrën se si ajo moduluar sjelljen në varësi të asaj se kush ishte i pranishëm në dhome. Kur ishinte di vetem, kishte një heshtje që nuk ishte komode si heshtjaj atyre që nuk kanë nevojë për fjalë, por lehtësisht e sikletshme, si heshtja e dikujt që nuk di me sfarete luagje kur publiku largohet. Rafaeli u lëshua në divanin e apartamentit të mbeti duke pari tavanin për një kohë që nuk diti ta maste. Gjashte, Tirana vazhdonte me energjini, isa gjithmonë e pranishme. Brenda atij apartamenti pregjgati 500 metrash katrore, i dekoruar nga një arkitekt i vlerësuar me një kujdes që ai kishte miratuar pa entuziazëm. Kishte një heshtje specifike që paragjakarsisht nuk kishte se si ta zgjidhte. Kishte një kushtim që kthehej shpesh në ato net tek gjata. Ai ishte rreth 15 vjeç në atë kohë, dhe i ati e kishte marrë për të punuar në kuzinën e restorantit në Elbasan ku ishte shef. Ishte një vend i thjeshtë, me mbulesa plastike në tavolina, dhe një menutë e shkruar me dorë në një tabele. Në fonte sales, Rafaeli kishte kaluar gjithë ditën duke larenet dhe duke keruar patate, dhe në fonte orarit i ati i kishte vendosur dorën në shpatull dhe i kishte thënë diçka që atëherë i ishte dukur shumë e karte për të pasur peshe. Si puna e ndryshme kishte një shigje ndryshe nga çdo gjë tjetër në botë. Dhe se ajo shigje ishte e vetëm gjë që nuk kalonte me kohën. Rafaeli kishte veshëlje, si adoleshent, dhe ishte kthyer telante i net. Tani, 23 vjeç të ngjembegje të restorante me vone, mendonte shpesh se sa shumë ai moment i thjeshtë në një kuzhinë provinciale, kishte peshuar me shumë si qëro darke me Chateau Margaux të gjete viteve të fundit. Ideja lindi një mëngjes të instegje, ndërsa ai rishikonte raportet operacionale me një kafe ku ishte ftohur pa e venere ai. Nuk erdhi si një vendim madhështor, por si një pjetë që u instalua para se te kërkonte legje. Po sikur ai thjesht te dilte nga pozicioni, i pronaritte te shihte se si e trajton te bota nga ana tjetër. Jo si një inspektim i maskuar me kellim operacional, por si një test i vërtetë i diçkaje që ishte formuar në vitevezgimi. Teoria ishte e thjeshtë edhe brutale. Njerëzit rreth tij nuk e ngjihnin atë. Ngjihnin pasurinë, mëbiemrin, njëmbedjet e restorantet. Ai, Rafaeli, njeriu me ballin pas dritares në mesnatë, ishte praktikisht një i panjohur për pothuajse tek gjithë ata që thoshin se e donin. Magazina Kendrore ishte restoranti i duhur për kete, i vendosur në qendrën historike të Tiranës, në një godinë të vjetër të restauruar me tavanet e larta, mure me tullat e dukshme dhe një kuzhinë të hapur që parfumos të gjithë rrugën në oret e pikut, ishte i diti ku e kishte hapur. Ende ne kohet kur emri Rafael Adriani nuk du të thoshte asgjë për askend. Menakseri, Saimir Murati, ishte me teke nga filmi dhe ishte nje nga te paktet njerëz në bote, te silet Rafaeli besonte per diçka që nuk ishte riptesisht operacionale. Rafaeli e telefonoi Saimirin heret në mëngjesin e në serm. Para se Menakseri te fillon të raportin e zakonshëm, i tha atë që kishte vendosur. Patinje pauze në telefon më gjaftu e shem të gjate sa të ishte komike në rrethanat e gjera. Ju dëshironi të punoni si kamarier në magazinën kendrore, per seriti Saimiri, ngadale, si dikush që teston fjalin e për të pari nëse ajo ka me shumë kuptim, e tene me zete larte se sa thjesht e menduar në heshtje. Per disa gjave, askush nuk duhet të dishe kush gjam, ti je i vetmi kë e di, du të prezantohem si Rafael, i sa po punesuar pa histori relevante, ti kushdesu per dokumentacionin, dhe ju do të shërbeni në tavolina. Pikërisht kjo, një pause tjetër. Mund të pyes pse? Mundesh, por preferoj këtë me besosh këtë here. Një fryme marje, e gjate nga ana tjetër e linjes. Mire, kur filon? Të henen. Në tre ditet që ndane atë bisede nga e hena, Rafaeli u përgatit me një seriozitet që ingjihte si pothuajse të tepruar. Blu pantalonat e teshtat e erreta, kemishat e bardha pa market e dukshme,
kepuse komode dhe diskrete. Shkoi te një berber lagzegje dhe kërkoi një prergje praktike, pastilte per kaktuar. Hoki oren nga dora dhe e mbili në kasaforte. Pa paskiren të henën në mengjes të këndroi ati per një moment të gjate, duke u përpjekur të ngjihte njerën ke shihte. Pa oren, pa kostumin, pa këndrimin, e dikust ke e disit homa eshte e kthir nga aj. Kishte diçka ndryshe në fytyrën ke e shikonte mbrapsht. Nuk e dinte ende se kjo ishte çlirimtare apo thjesht e huaj. Hyri nga dera e shërbimit të magazines këndrore në oren 8 të mëngjesit. Sajmiri e priti mëngje shtrëngim duarsh, të forte ke përmbante nje tension të dukshëm të e prezantui para punongjesve të qeresinje, kamarjer të sa popunesuar të rekomanduar nga nje agjensi. Askush nuk beri pjeqe. Ishte e heneme shume levizje, dhe restoranti tashme rrite me nje energji, kë ishte plotesisht e pavarur nga kush po shërbente në tavolina. Rafaeli mori per paresen, mbertiu blokun e porosive në shep dhe dolin e salle. Tabela e pare kishte di ekzekutive kë bisedonin per biznis pa e ulurzerin. Sikur kamarierita ishte pjese e mobilieve, porositen pa e pari fare. Kur Rafaeli pjeti per pjatat e dites, një nga burrat ngriti doren me një gjeste shkurter ke urderon të heshqe. Rafaeli mbeti i palevizur per një sekonde të plote, duke e perpire ate. Nuk ishte saktesisht zemerim a gjoken gju. Ishte njogja fizike, po tuajse klinike, e diçka gjë ke gjithmone, e kishte ditur në teori dhe këtani shfake, në formen konkrete dhe paksa absurdit e një gjestit e vetemdore. Gjithë pas diçka kaloj me ate tekstyre. Një grua u ankua per kohen e pritjes me njeton ke aj nuk do tia toleronte kure askujt. Një grup të rin shlane një bakshish ke sharak dhe një gotete per mbi sur mbi mbulese. Një bure me kostume thirri Rafaeli në gjallosh 3 herë radazipa, e pare as një herë në fytyre ate ke po terriste. Kishte diçka zbuluese në ate model, gjo në kuptimin e befasise, por në kuptimin i nje konfirmimi kje demb, në drishe kur pushon se keni abstrakte dhe filon te këte tekstyre. Ere kuzhine dhe peshen i nje per parese gje në trup. Në fund të nderimit, Rafaeli hoki per paresen dhe u ulnen gje karrige. Në fund të kuzhines per disa minuta, kishte konfirmuar diçka me nje kartesite pakenshme. Dhe kishte gjithashtu. Në fund të gjithë kesaj, nje pjeqet e reke filonte të merte forme, me nje kembe ngulgje ke aji nuk e priste. Mes gjithë asaj dzurme dhe gjithë asaj indiferans, kush ishin njerezit ke me gjithate vazdonin të shihnin njeri qetrin. Do të ekte hejte Martin per të filuar kërkimin. Gjava e dite filuaj me njëshit e hole kje binte mbi kendren, e tiranes pa shume bingje, duke i bere trotuaret të reshkiqme, të klientet e magazines kendrore me nervoze se zakonisht. Rafaeli me suaj shpejt se humori kolektiv i një sale restoranti ndryshon me motin gjashte, dhe se i takon kamarierit të thithe ate variacion pa e zbuluar fytyra e ti as një përgjigje emocionale. Ishte një aftesi kë punon gjesit, e tishme me pervoje zhvillonin me vite. Dhe këja e gjithmone në nga lartë, nuk kishte pasur kure nevoje ta mesonte, po e mesonte tani. Ishte një kamariere e kvaqtur fjola, rreth 28 vjetës, me një efikasitet praktik kë Rafaeli shpejt vuriri se shokerohej nga një gjuhe imprehte në momentet, kur klientet nuk mund ta degjonin. A gjohe kishte vleresuar ate nediditet e para me, ate sinceritet të drejt për drejtet e dikujt ke punon shume dhe nuk ka kohe për mirezgjeljet e panevojshme. Të kishte arritur në një përfundim ka e shprehu pa durashka pas diteni se Merkuris. Gje i nga dalte por me son. Kjo eshte me shume se gjisma e atire ke kalojnë ketu. Rafaeli e kishte falenderuar me një seriozitet ke agjo kartesisht e interpretoj si naivitet gjeke. Duke pasur parasish rethanat, kishte hiqeshine i vetë të vesante. Ishte gjithashtu dritani. Nje gjale 25 vjesar ke leviste, tavolinat me nje shkattesi, ke vinte nga viteti praktike stingjeve të besim, ke nuk varej nga miratimi, i klienteve per te kendruar në kembe. Dritani ishte logji i personit ke e bente, që du ambient me te lehte pa u dukur sikur po bente, per bjekje per kete. Rafaeli e kishte pelkjer ate mengjeheri, me verejqen shketesuese si te pelkegjen një punonjes, si koleg nderimi kishte një teksture, kreштesisht ndryshe nga te pelkjerit e ti sipgjese.
Inje ekipi ke vezgon nga larg. Kishte një dimension njerëzor ke distanca e postit, thjesht nuk I kapte. Restoranti I pare nga brenda. Ishte një organizem shumë me kompleks sesa duke ne vizitat e mbi ke kyrgjes. Kishte hierarkit e padukshme ke nuk figuronin kurre ne asnjë organogram. Kush zgjidete tavolinat me ndriqim me të mire, kush shmangte ato ke ishin afer deres se kuzines, kush kishte akses te kafgja e mëngjesit ke mbete e pas përgatitjes, kishte gjithashtu nderimet e pastrimit, ke funksiononin me nje logjika te tyre ndhe paralele me ritmin e salles. Po tuajse si nje strese e dita e vendit kë ekzistonte nje kohesisht, por rallehere prekej me te pare. Ishte duke vezguar ke te strese te dite ke Rafaeli filluit e vintiri diçke ke, me gjite përvogjan e tijne menakshimin e restoranteve, nuk e kishte pare kurreme ate kartesi. Punongjesit e pastrimit gjetonin ne njek gjengje potuajse konstante te mos ekzistense sociale brenda vete hapesire se punjes. Kalonin ne persalle, krienin funksionet e tyre me nje efikasitet te heshtur de largoheshin pa u procesuar prania e tyre vertit nga shumika e njerëzve rret tire. Nuk kishte armikesite hapur kishte diçka me gerje se sekgjo, kishte mungese njoh gjegje, forma e fshirgjes ke nuk ka nevogje per fjale per te funksionuar. Rafaeli kishte punesuar, dhe pushuar punongjes pastrimi gjate viteve pa, I shkuar ndermen da I dimension me ndonjë konkretisi reale. Ishte nje zbrazit I kujtani, I shite me nje kartesi ku I bentite ndihej, gjorihat në nje mënyre produktive, si shketesimi kujte detajron te rishikosh diçka. Nje pas dite te enjtaje, ai po mblir te gotat në nje tavoline prane hirjes kur, nje kliente hiri me ngsitim, me nje ombrelete lagur ke pikoj nje gjur me bugjare nga dera derite tavolina ke a gjozgjoti. Gruaja uul, hapi menune te thiri nje kamarier pa pare mbrapa, krejtesisht indiferente ndaj gjur meske kishtelene. 10 minuta me vone, nje punongjes e pastrimi u shfak me nje leket hinje kove, di u kush disperdi shemene me tan jeten mungese, drame me të silen du të behej që dogje I padukshme dhe e nevojshme. Klientja nuk I ngriti si të nga menugja, asin gje kamarier nuk e falenderoj, asin gje klient nga tavolina ngjitur nuk komentoj. Rafaeli e veshtroj ate skene per me shume kohese sa duhejde me pas vazhdoj me gotat. Atenate, duke dalenga I njështi koridor si gjithmone pas nderimit, ndaloj para paskire se improvizuar ke ishte ne hirgjet e dhomave te zveshjes, nje paskire e vogel me nje sargje ne sepke dikush e kishte mbuluar me shirit ngjites mgjaft kohe me paresa ke shiriti tashme ishte zverdhur. Pa vetime per paresen endite lidur dhe mendoj se kishte diçka ne ate pervogje ke shkonte per te teorise ke e kishte sjelle diri ati. Nuk ishte vetem konfirmimi se njerëzit ndryshonin shellje para parave dhe statusit, kete ai tashme e dinte. Ishte diçka tjetër me specifiket me shketesuese. Ishte zbulimi se kishte nje ndryshim të madhi mes te diturit të nje gjegje të njëngjes si peshes reality saj, ne trup gjate nje nderrimi të plote preshte të oresh. Në fantejave sedite, Sajmiri e takoj në koridorin I pasmede e shikoj, me atë shprehje të kujdeshme të dikujt kë dëshiron, të pjese diçka por e di ke nuk duhet. Rafaeli I parashikoj pjeqen para se ajo të behej, Xhammiri tha ai. Nuk pjeta askgje, u pergjegj Sajmiri. Do t'je pjesgje. Menaksiri anoj lehte koken ne nje pranim të heshtur. Dhe a vazhdon plani? Vazhdon. Sajmiri pohoj me koke, dhe u largua me diskresionin, e dikuq keka mesuar, gjate viteve, se disa pjet që per disa njerëz funksionojnë me mire kur mbeten në agjer sesa, kur marrin pergjigje. Në gjavene trete, Rafaeli fillui të vinte pak me heret në restorant. Nuk kishte asnjë arsye operacionale per kete, dhe ajvete nuk du të kishte mundur të arsjetonte, me fgjallet e karta motivin. Ishte diçka si dëshira per të pare vendin para se të fillon televizja, kur salla ishte ndeboshte përgatitjet e kuzines vinin në forme aromash para qdo zurme me tel arti. Kishte njekete si ne ato 30 minutat e para ke aj nuk I gjente ne asnjë vend qeter të gjete se tigj. Dhe kjo e kishte diçka të ndershme ke pgjesa qeteri dites rallehere e ofronte. Ne nje nga atu me ngjese. A ishte në koridorin anisor me nje kafe e të ngrote ke kishte kerkuar, në kuzhine kur dëgjoj zera në mensen e pasme,
hapësira e vogël ku punonjësit hanin vaktet para nderimit. Njohu zerin e fjoles, me atë timberke priste që do zhurmes fondi, te atë tengje punonjësi që tërkje nuk e identifikoj me njëhere. Ajo erthi serish sot heret, toshte fjolla, me njeton kë Rafaeli tashme kishte mesuar të njihte si tonin kë i para printe një komenti kë nuk ishte i shelshem. Kush, pjeti zeri qeter. Klea, ajo ke ben pastrimin e sales kryesore. Nuk e nje, vajze e kete gjithmone në sep, duket sikur ka frikete e zere hapesire. Pati një te keshur diskrete. Ajo, po e kam pare. Ishte vertet e padukshme. Dajvjet ke tude kure nuk kërkuj ngritje në detire, kure nuk u ankua per asgje, kure nuk u largua me ta qeret pas nderimit. Rivetem në pastrim sikur bota du të përmbisej nëse ajo nuk përfundon që rrugje si që duhet. Zeri i fjales nuk ishte mizor në kuptimin agresiv, ishte a i logj mizori rastesore ke nuk e kupton qfare, ishte sepse kure nuk ishte thirur me emer. Nuk e di nëse duhet ta admiroj apo të me vigje kek. Rafaeli mbeti i palevizur në koridor, me kafene kë iftohej në dore. Nuk kishte hyre në mense per te kene pjese e bisides, thjesht e kishte deg gjuar. Te kishte diçka në ate portret te shkurter te skikuar nga zeri, i fjoles ke mbeti me te gjate gjite nderimit te ati i mengjesi. Si një fjali kë leksohet shpejt, por ke mendimi vazhdon ta rotuloje pa kërkuar legje. Klea, divgjet në magazinën kendrore, pastrimi i sales kryesore, kurre nuk kërkoj ngritje në detyre, kurre nuk u ankua per asgje. Gjatë nderimit, Rafaeli filloi ti kushton të vemengje në një mënyre qeter, me te drejtuar, levizje se shtreses se dite të restorantit, shite punonjësit e pastrimit, duke kalkuluar në per sale në momentet me stavolinave, duke mbledh hura të këmbete e pas, duke rindertuar regulin kë levizja konstante e prishte në sto moment. Ishte njëra prej tyre kë ai mund të dalonte nga të gjërat edhe pa i vendosur ndë një fytyre të karte atij emri. Ajo punonte me një vëmendje kë nuk ishte asin situar as mekanike, por kishte diçka të kelimshme, si dikush ka i intereson rezultati pa pasur nevojë kë dikush ta shohej procesin. Haredite ai nuk arriti ta shihte mire. Sala ishte shume e plot, të nderimi tërhik të vëmendjen në shume drejtime në të ngjajshten kohe. Por emri ishte vendosur diku në kushte se menje kendru e shmerike nuk shpjegohej vetëm nga kurioziteti. Dhe kur u kthye në shtëpja të natë, per herete pare ke kur kishte filluar eksperimente. Nuk ishte të trajtimi i klienteve ke mendoj para se të flinte. Ishte të nje grua ke kalonte në per sale pa potuaj se askushti ngrinte si të per të pare. Mëngjesin qiter, Rafaeli erdhi heret si që ishte berizakon dhe shkoj, direkt në salen kryesore para se te. Fillon televizja. Ishte e premte, dhe te premtet në magazinën kendrore kishin një energji ndryshe nga te qerat, një parashikim kolektiv kë vinte para klienteve dhe kë punonjësit e mbanin në menyren e përgatitjes se tavolinave. Dritani tashme por regulonte takemet me shkathtesine e zakonshme, duke versheljer diçka kë nuk ishte ndonjë kenge i njohur. Fjola po kontrollon të rezervimet me një stilolaps pas veshit të një shprehje të përkendruar kë nuk pranon të ndërprerje. Te pastaj Rafaeli paklian. Hajo ishte në sepin me të larget të sales, prane dritareve kë shikonin nga rruga, e perkullur mbi dyshemi me një leke dhe një solucion pastrimi kë mbanti ere pak si limon. Kishte diçka në formen se si ajo punonte kë tërhik të vëmendjen pikërisht, sepse nuk përpikej të tërhik të vëmendjen. Levizjet ishin rrithore dhe ritmike, pangësitim dhe pa pakushdesi, me njënder gjegjet e hapesireske duke i pothuajse i koreografuar. Ajo nuk kendonte, nuk shikonte anash, ishte teresisht e pranishme në ate kë bente në një menyre ke Rafaeli rallehere, e shihte të njerëzit kë benin punë shume me te vlerësuara se ajo. Ishte rreth të 30-tave, ndoshta pak me shume. Flokete e rreth ishin të mbledhur në një topuz të thjeshtë dhe funksional. Uniforma ishte ajo standardi e restorantit, pa asnjë detaj që ta dallonte nga ajo e çdo punonjëse tjetër, e megjithatë kishte diçka në mënyrën se si ajo e mbante ke nuk ishte pa kushdesi. Ishte e pastër, e mbilur mire, si uniforma e dikujt që e kupton se pamgja e punës ishte pjesë e punës. Duart, që Rafaeli,
I vuri rekurajo ngriti leken per të shtridhur, kishin shenjat e dikush që perdor produkte pastrimi prej vitesh. Lekura pak me I ashper ne nigja, gishtat pa asnjë lirgje. Ajo nuk e pa duke e vezguar. Ose ndoshta e kishte pare dhe thjesht nuk I kishte konsideruar relevante. Gjekve Rafaelit I dukej me e mundshme duke pasur parasysh gjithçka ku e kishte vezguar rreth saq deri atëherë. Hajmëngjesi të ndryshe nga të me parashmit pa arritur. Rafaeli të thoshte saktësisht pse. Ai u shërbente tavolinave me të njëjtën vëmendjesi gjithmonë, shenonte porosite, çonte gjatat, lundronte mes klienteve me shkatësine që kishte fituar gjavit I fundit. Por kishte një pjesë të vëmendjes që vazhdonte të ishte I kthyer nga cepi I dritarevi, dhe pastaj kudo ku Klea ishte në sali, me një kuriozitet që nuk ishte pushtues por që as nuk dinte mire se si të arsjetohej. Ajo që ai shihte, gjatë atyre orave, ishte konsistente me portretin e shkurtër që zeri I fjoles kishte skikuar në mense. Ajo ishte një prani pothuajse e padukshme. Kalkulonte në per salle me një efikasitet që nuk shkete sonte asgjë, rishfakej pas qëdo levizjegje të klienteve per të rivendosur regullin, per kulejsh mblitte, pastronte dhe vazhdonte per para. Asnjë kamarier nuk I theriste ne e merr kur kishte nevoje per diçka. Asnjë klient nuk e shihte si person, trashtohej nga terësia e ambientit, si një zgjatimi I infrastrukturës së vendit, po ak e nevojshmet e po ak e injoruar sa tubasionet që mbanin kuzhinën në punë. Në orën e drekës së punonjësve, Rafaeli ull në mense në një tavolinë që pi, të vezgoj se si një rezit grupoheshin. Dritani dhe fjolla rrinin gjithmonë bashke, me një ose di kamariere të tjere. Ekipi I kuzhinës kishte dinamikën e vet, me të mbilur dhe me të gjurmshme. Klea ull vetëm në një kariks pranë murit, me një kutje ushqimike I kishte zgjele nga shtepja. Hengri ngadale, duke pare në asnjë vend të vesante, pa izolimin performës të dikusht që dëshiron të vihet rese eshte vetëm, po me izolimin natural të dikusht që thjesht nuk eshte përfshire, kur re ne asnjë grup të ka arritur, ne një pike ku nuk ankohet per kete. Rafaeli dëshite shkonte të ulegjme, të ne atë moment por e përmbajshti impulsin, do të ishte ngshituar ndoshta I sudiqme. Kishte diska që duheshte ndotte në mënyre naturale, dhe ai e kuptonte se forka e një afrimi du të ishte I pandërshme me atë që e kishte zgjele ati në radhet e pare. Në e pas dite, kur salla u beme e kete mes drekes të darkes, Rafaeli filloi të dëgjonte një bisede që pondot të plane stacionit të punes të kamariereve, me njëzet të ulet por gjom jaftueshëm të ulet. Divjet duke bere pastrim dhe as nuk kërkon transferim sektori. Ishte zeri inje kamarierit të kuaj turmiri, të cilin Rafaeli ende nuk I kishte mapuar plotesisht por ke në pak kohe, kishte mesuar të shokeronte, me komente që tingelonin si vezgime por kishin tumba. Svare për njeriu nga gjeta he, disa kanë lindur perkete, u pergjiks dikush ke Rafaeli nuk arriti ta identifikonte nga kendi ku ishte, nuk eshte se gjithe bota ka ambicie. Nuk eshte qeshtje ambiciegje, ishte qeshtje I të mos diturit se meriton me shume. Patingjete keshur diskrete. Rafaeli vazhdoj të regulon të mbajshteset e menuve në tavolinen me të afert, pa ingritur syte. Kishte mezuar se menyrame e mire per të degjuar, ishte të mos tregonte se po degjonte. Ajo që ato komente zbulonin nuk ishte rene aspektin e dinamikës njerëzore. Ekzistonte në çdo ambient pune ajo nevoje per të vendosur hierarki përmes krahasimit, të Klea ishte. Në atë kontekst, një referencë kontrasti e përshtatshme. Ajo që kishte mbetur në vendin me të ulet të shkallës. Prandaj të gjithë të gjërat ishin automatikisht mbite. Ishte një logjike e vogël dhe banale. Të në të njëjtën kohë ishte mjaft reale sa të kishte peshe në jetën e përditshme të një personi. Rafaeli pjeti veten, ndërsa paloste pecetat në një nga tavolinat e zbrazeta, se si Klea e mbante kete. Nëse kishte net kur këtë hajne shtepi me atë peshe, specifiket e të kenit, e padukshme gjate një nderrimi të plote. Nëse kishte një moment kur vetmja e asaj mense arrinte të hemte. Apo nëse kishte gjetur ndonjë forme per të banuar atë hapësire që nuk kishte nevoje per njohjen e të qereve per të pasur kuptim. Nuk kishte se si ta dinte. Te kuptimi se nuk kishte se si ta dinte prodhoi tek e një dëshire specifike, dëshiren per të pjetur.
No fund të nderrimit të pasdites, kur sala filonte të zbrazej para levizjes së darkës, Rafaeli po mblitte tavolinat e fundit të sesionit të tikuru krikezua, me klean në koridorin anjesor. Ajo mbante një kovedengje fshirese di shemejgjedi, ekte me atë lehtesi funksionale kë ai tashme kishte mesuar të ngjihti. Ajo kaloi prane tipa e pari. Gjo me vrazdesi por me naturalitetin e dikuq ke ishte mesuar temos shihit. Ti prandaj nuk pretke ta shohin mbrapsht. Rafaeli tha mirembema, ndersa kalonti. Ajo ndaloi per një sekundi, sikur kjo ta ishte e papritur. Te ingriti si të drejti me një shprehje që nuk ishte ase dishim të ase befasuar. Por një vëmendje e kite, si dikush ke vendos në një fraksion sekonde nese kjo meriton një përgjigje. Mirembema, tha Ajo. Zeri ishte i kete, as i larte as i ulet, me një tekst paksa ndryshe nga i standard i Tiranes ke Rafaeli nuk diti ta identifikonte me një here. Ajo vazhdoi të ekte. Edhe ai. Por Rafaeli mbeti me ate mirembema. Brenda kokes gjate di orev në vigjim të nderimit të darkes, duke u perpje kur te kuptonte pse një përshende që ake zakonshme kishte tingeluar ndryshe, nga praktikisht shtugje që kishte degjuar në atë restorant ditet e fundit. Arriti në një përfundim të tjeshte ke tingelonte pothuajse naiv nga ke ishte aki drejt për drejte, kishte tingeluar ndryshe sepse kishte tingeluar reale, pa performanse, pa logari, pa regullimin automatik të volumit dhe tonalitetit ke shumika, e njërezve bajne kur verene se me ke po flasin. Ishte thjesht një përgjigje ndaj një përshëndet gjegje, edhe ne nga dikush ke nuk e dinte dhe kartesisht nuk kishte nevojë ta dinte se ke po përshëndesti. Ndaj atë darke, Rafaeli beri gabimin e vetëm teknik relevante karrieri se tajte shkurter si kamarier. Harrojte sonte shokeruisen e një tavoline gjate gati, pes mbedjet e minutave sepse po shikonte, nëse pin e salles ku Klea pastronte një dritare, me kuris nga gjithe salla. Me gjithe ateve mengje tek tir nga kshamike pas kajronte, dritate rrugës gjashte. Fjola e vurire haresen te embuloj pa komentuar. Vetem me voni, kur po mbilnin tavolinati fundit, Ajo kaloi prane Rafaelit me një shprehje që ishte gjysme kuriozitet dhe gjysme paralajmërim. Fokus i riu, tha Ajo, pa e pare. Sala nuk ndalet sepse koka udhitun. Rafaeli tha se e kuptonte. Ti i kuptonte. Vetem se koka kishte udhëtuar në një vend ke ende nuk dinte ta e mertonte, por ke përëndonjë arsye kë ai nuk kishte ndërmend ta ingjoronte, duke i rendisishme ta vizitonte me me shume ketesi. He premteja qeter ishte një nga ato dite kur Tirana venduste, tregugjesi çfarë ishte. E afte kur dëshirun të gjete bugjari. Kjeli ishte blumin gje kartesi të rëlle per muajin. Ajri kishte një lehtesi ke kititi rëllehere i ofron, dhe magazina kendrore ishte plot ke nga dreka me ate energjin dreshete. Fund gjaves ke vinte para fund gjaves se vertete. Tavolinat ishin të gjithate e zena, kuzina punonte me një ritem ke prodhonte zhurme, dhe arome ne sasite barabarta, dhe sala kishte zhurme në specifike të një vendi ku një rezit gjani, në një fare menyre, të lumtur. Rafaeli karkulonte mes tavolinave me billokun në dore të vëmendjen, ndare mes porosive të gjithë salles, si që kishte mesuar të bente. Ishte një aftesi e re, Ajo aftesi per të monitoruar gjengjen, e shume tavolinave në të njështen kohë pa e lene, fokusin të këtë hejsh në jangt. Dheja je kishte fituar atë me një shpejtesi kej argetonte. Dritanin të e befason të fjolen, e sila kishte rishikuar, vleresimin e saj filestar nga inga dalti por meson. Në diçka pak me bugjare, ke nuk arriti të verbalizonte por ke Rafaeli. E veren të një menyren se si Ajo e përfshinte në informacionet praktike të dites. Ishte pak pasores dite pas dites kur ndoti. Rafaeli po dilte nga kuzhina me një tabakate ngarkuar, tre pqatat e rigota uji me akull. Te beri rrugën e zakonshme përmes koridorit anisor në drejtim të tavolines shtate. Klea po punonte në atë koridor, me gjungje në toke prane rretheve të mureve, duke hekur një njolle nga dishemegja ke ndonjë klienti kishte lene pa e venere. Koridori ishte mgjaftu e shem, i gjere ke din gjeres të kalonin me komoditet, por Rafaeli, me tabakane në lartesine e shpatulles të vëmendjen tashme të ndëre me spjatave të numerimit të tavolinave,
nuk e logaritimi distancen mes shpatulles se tishte gjatte, dhe lambe se murit që dilte paksa nga aksine ate pike specifike. Berili preku lambe. Tabakaja u anua. Rafaeli beri levizjen instinktive perte tentuar të rikuperonte ekuilibrin, por gotat tashme kishin dale nga kendra, dhe zhurme i shamave kethi heshin në dishemene prej gurit e koridorit erdhi para se ajte mund të procesonte ateke po ndodhte. Dip gjatat ke mbeten e tabakane e anuar shkuan me pas, dhe papritur kishte kshama, u gjete dip gjata ushkimin e toke, dhe Rafaeli ishte në kembe, në meste asaj me tabakane bosh në dore dhe veterigen shume të akartese. Fjola kishte parashikuar diçka saktesisht, te tile kur e kuaqtite nga dalte, ne gjavene pare. Patingje sekondi paraliziku askush nuk levizi. Dritani ishte shumë i larg per të ndihmuar me njëhere. Fjola ishte këtir me kurris per të sherbjer një tavoline qeter. Di kliente prane ngriten si teme shprehgje ke shkonin nga shketesimi të irritimi në varesi të personalitetit të Cecilit. Klea ishte në kembe para se Rafaeli të përfundon të vleresimin e demit. Hajo ishte ngritur nga dise megja me njësh pejshte si ke nuk ishte shketesim. Ishte thjesht këtë ishmeri, të tashme kishte vendosur leken kje perdorte, në në nga kopat me të medha të eksamit per të mos lene dikete shkelte para se qëruk gjej të mblid heq. Nuk ta as gjej. Nuk beri as një shprehje ke mund ta interpretohej si gjikim. Thjesht levizime atë efikasitet teke Rafaeli tashme kishte mesuar të ngjihte teka gjo, duke ndare kopat me të medha nga atomet e vogla, duke verifikuar ke nuk kishte askend zbatur prane, duke kontroluar situaten me një ketesi ke ishte në atë kontekst, gjegja me e dobishme ke dikush mund të ofronte. Rafaeli u ul per të ndihmuar, duke marre kopat me të medha të nje prej pjatave me kushtes. Me kushtes të ajo fjala e pare ke i drajton të ati direkt, që ketu e ka buzen me të holle pretleta. Haj reguloj kendin e gishtave ashtu si që i tha ajo. Punuan në heshqe per disa momente, duke mbledhur fragmentet, dhe Rafaeli u kerkoj në gjese tavolines shtate per vonese, dhe shpjegoj se pjatat do të ribeheshin. Klientit, per lehtesimin e tij, ishin mire kuptues. Kur koridori tashme ishte i paster dhe Klea kishte shkuar të mirë të fshiresen per të tharem betjeti ugjit, Rafaeli mbeti i palevizur per një moment me tabakane bosh në dore, duke pare dishemene kue ajo e kishte lene pas një gjurme të aksidentit. Kishte si lesi në atë pune kue, shkonte per të kompetences teknike. Kishte nje vëmendjen ndaj rezultatit kue nuk, kishte nevoje per audiansi per të eksistuar. Kur ajo u këtje me fshiresin, a i tha faleminderit në nje menyre kë doli ndryshe nga faleminderit kë tuhet per protokoll. Ajo i ngriti syte per një sekondje dhe me pesu këtjeti puna. Nuk ishte asgje, ta ajo. Hato tre fjale të thjeshta, ne atë koridor. Me rene ushkimit ke vinte nga kuzhina dhe zhurmen, e sales plot ke vinte e mbitur nga muret, mbeta me Rafaelin në nje menyre. Ke asën gjef gjali e perpunuar nuk kishte arritur ta bente në shume kohe. Nuk ishte asgje. Etën e pa performanse pa ljogari, pa peshen e dikujt ke pret diçka mbrapsht. Ishte gjesti me bazik një rezor dhe tingelonte, në atë kontekst, si gjegja me i rrale kë a kishte gjetur në muajt e tere. Në fund të nderimit të pasdites, Rafaeli e gjeti Klea në zonën e domave të zhveshjes. Ajo ponderon të atletet e pjunes me ato personale me përkendrimin e dikujt kë po mendon per diçka tjetër. A i ndaloj në hirje, i vetedi shem se kishte një vije mes një afrimi natural dhe një afrimi ke mund të duke i shketesues. Mund të falenderoj si duhet tani ke kaloi remugja, tha ai. Ajo i nëngriti syte me ate vemen gjitha kete ke ai kishte mesuar të priste. Tashme me falenderove. Të falenderova në me të stresit nuk logaritet. Një hezitim i shkurter. Logaritet po, por gjithsesi. Ajo u kthje tek atletja. Rafaeli mbeti në hyrje per një moment. I vetedi shemse, heshtja po behej paksa shume e gjate. Punon ketu prej shume kohesh. Pjeti ai, në një nga peqet me banalite, që rubise dhe filistare. Dhe kë tingeloj banale pikerisht sepse ishte, e ke me gjithate ishte i vetëm gjadere i disponueshme në atë moment. Ajo nuk u përgjigje me njëhere. Kishte diçka në menyren se si ajo i konsideron të pjeqet para se tu përgjigjaj kue Rafaeli e vurire kje nga mirembema. I pare, nuk ishte mosbesim, ishte thjesht ritmi
I dikush të kë nuk flet me refleks. Di vjet e 3 muaj, ta gjomene fund. Ti e pelken ketu, pjaqja kishte dale para se ajte mund të mendonte nëse ishte e përshtatshme. Kishte diçka lehtësisht absurde në pjeqen, e në gjepunon gjese gje pastrimi nëse I pelkentin gjepuna kë vete kolegete përshkruanin me shprehje ke kardjegje. Por ajo nuk u duk se e mori pjeqen si mburje. U duk se e konsideroj atë me të njajtin seriozitet me të cilin konsideronte të qirat. Me pelken, tha ajo thjesht. Pse? Një moment tjetër hesh gjegje reflektuese. Rafaeli priti pa e mbushur hapesiren, sepse ajo ke bajq ka rendesi, tha ajo. Edhe kur askush nuk ishe. Rafaeli mbeti I heshtur. Kishte ne atë fjali një densitet kë nuk përshtatej me tonin rastesor me të cilin ishte thënë. Logji I densitetit kë vjen nga dikush ke ka arritur, ne atë përfundim vete. Përgjate nje kohem gjaftueshem të gjate se kë përfundimiti ishte I vërteti. Hajoj futi atletet e punës në sante. Ungrit nga stoli dhe shkoj në drejtim të adere se domave të zveshjes. Ndaloj në prag per një sekonde, jo per të shtuar diçka, por me atë gjest të dikujt ke verën se dalgja ishte shume I papritur dhe rishkirton shkurtimisht. Mirembima, da ajo me të njajshten mirembima. Direkte dhe pas bukurime të diteve me pare. Mirembima, u përgjigje Rafaeli. Hajo doli. A mbeti duke pare deren e mbilur per një kohe ke nuk diti tamaste, me fjalin e sa gjende aktive brenda kokes, sepse ajo ke bajka rendesi, edhe kur askush nuk ishe. Ishte në gjef qali kë aje kishte leksuar në format e ndryshme në libra filozofi, në fjali me diplomimi, në postime rgjetesh sociale me shkrime të bukura mbis fond të karte. Por kishte në gjë ndryshim të madh. Vurire aj në atë moment, mes leksimit të në gjali të dërgjimit të saj të tëne nga dikushke, e kishte ndërtuar me duart e veta. Pa referense, pa audience, në një dhome zhvesh gjegje pa dritare në fund, të një restoranti në kender të Tiranes. Ate nate, Rafaeli mbeti I ullur në apartament per një kohe të gjate para se të ndis të televizorin. Mbeti vetëm me heshgjen e kytetit gjashtet e ate fjali brenda, duke e rotulluar atë nga të gjita anet si dikush ke examinon gjegur ke gjeti në toke dhe nuk e di ende qfare jeshte, por e di ke nuk dëshiron talere pas. Gjavin pasuese solin gje rutine ke Rafaeli nuk I kishte, planifikuar por ke u instalua me naturalitetin, e gjerave ke ka ne kuptim pa pasur nevojë per argument. Në 20 minutat, e pushimit mes nderrimeve ishin shënderruar në një pike referimit e heshtur, a I shfakej në shkallet e mezaninit, ajo ishte tashme ati, ose vinte me njëhere pas, dhe kishte me stirin që shkattesi të relaksuar të di njerizve ke gjetenteve gjanje shokeri kwe nuk kërkon askqe, nuk ishte kombinuar, nuk ishte theni, thjesht kishte ndodhur, dhe ta ndodhurit ishte I mgjaftueshme. Në ato takime, a I meso I gjera per take nuk du të vinin nga as një kërkim të ke nuk du të kishin ardhur në as një forme qeter. Mori vesh se ajo kishte studiuar kontabilitet per di semestra, në një universitet në Gjirokastër para se ti duheti ndalonte per të ndihmuar financiarisht familjen. Mori vesh se ndërprergja kishte ardhur në një kohë ti veshtire dhe se ajo kishte vendosur me atë pragmatizëm ke duke se ishte gjuha e saj natyrale, se atë ke humte në diplomedu ta kompensonte në pervojet e grumbulluar. Mori vesh se dërgonte një pjesë të rogjes në Gjirokastër që du muajsh, regullisht, pa deshtim, dhe se kjo nuk ishte një sakrifise per te por tjesht një lugari kë kishte kuptim të paguhej sepse I ati kishte bere të njëjten gje per të gjate viteve. Taj kur renuk të se po dergonte para per familjen, e tish në Provence kur une isha I vogel. Da ajo një pas diti, me salen bosh në sfond dhe djelin e ores kater ke vizaton të rombe të arte në mbulesati tavolinave. E zbulova vetem kur u rrita. A I tjeshte bente pa I shpallur pa pritur ke dikush ta verente. Mendon se a I donte këtita digje një dita. A I gjo mendoj. Besoj se nuk kishte rendasi per ta nese une, e digja apo gjo. A I e bente sepse ishte a gjo këtë duhej bere. Një pauze. Besoj se ki eshte ndryshimi mes të berit të diçka gje per detirim dhe të berit të diçka gje per karakter. Kush ben per karakter nuk ka nevoje per publik. Rafaeli mbeti I heshtur per një moment. Kishte në mënyrën se si ajo fliste per të atinje,
admirim ke nuk ishte idealizim, ishte njohje e sakta e një silesje kë ajo e kishte studiuar nga afer gjatë viteve dhe kë e kishte brendisuar pa e venere as vete. Dhe kishte gjithashtu, ne atë vezgim per publikun, një rezonanse me atë ke e kishte zjelle, në magazinen kendrore në radhe të pare, kërkimi per diçka ke ekzistonte pavarësisht nëse shihej apo jo. Tingjan me te, ta Rafaeli. Ajo ingriti si të mëngje shprehje lehtësisht të befasuar, sikur vezgimi të ishte i papritur. Shpresoj ke po, ta ajo pas një sekonde. Gjava e trete soli me vete diçka ke Rafaeli e kishte parashikuar por, ardja, e se ciles gjithsesi e shketesoj. Komentet e kolegeve filluan të ndryshonin drejtim. Pushuan se keni vetem për klean dhe filluan ti përfshinin të di. Ishte dritani e ke komentoj i pari. Me humorin e mire ke ishte regjistri i ti natural. Hej, Rafael, e zbulove tavolinen me të mireti e pushimit. Ishte lehta, paligesi. Rafaeli ishte përgjigjur me diçka po akti lehta, të qeshqa kishte kaluar. Por fjolla e kishte vene remendje me kirurgikale. Rafaeli e verente kete në mënyrën se si ajo e vezgonte kura i zbriste shkalet pas pushimeve. Në atë shikim të dikusht ki po monton një tablo me pgjese ke i mblidh vecmas. Ajo nuk ta asgje gjate di diteve. Të treten dersa mblidnin mbulesat i tavolinave të fundit të darkes. Ajo kendroa prane tishte ta, pa paratenje dhe pa e pare. Ajo ishte njeri i mire, Klea. E di, atëhere trashtoje si që duhet. Nje pauze ke nuk priste për gjigje. Ajo nuk I ka zakon të I marre vemëngje nga askushketu. Du ti duket e huaj. Mund të trembet nese shkon shumë shpajt. Rafaeli e shikoj anash. Kishte diçka ke nuk ishte thjesht koment kolegune ate. Kishte një shketesim të vertit e ko ishte në menyrën e vet me indërshem se që duk gjeke fjolla kishte shprehur me fjale per kleandiri atëhere. Ti mera kose shperte, tha Rafaeli. Fjolla beri një gjest me mbulesen ke mund të interpretohej në shume menyra. Flasper gjite atta ke punojt ne ke tu. E kam zakon. Por kishte një sargje të vogel në atë përgjigje ke zbulonte diçka, ke ajo nuk deshi ta zhvillonte, dhe Rafaeli zgjodhite mos bente presion. Kishte mesuar me ste qerave, se njerëzit në atë restorant kishin forma për të kujdesur për njeri qetrin ke nuk dukeshin si kujdes nga larg, por kje e para nga afer kishin atë teksture. Miri nga ana qeter nuk I mbashti komentinas për fundin e nderimit. Ishte një e merkure në mes të orarit. Rafaeli po kalonte për mes kuzines me një porosi. Kur dëgjoj zërin e Mirit në koridorin pas, duke folur me dike ke nuk arriti ta identifikonte. Kamarieri I ri u be shok me pastruesen. Çfarë dishegje, hej. Njeri pa te ardhme dhe qetra ke tashme eshta e ardhëm gja. Një e ke shur e mbitur. Të pakten shkojnë me njeri qetrin. Rafaeli ndaloj per një sekundja me porosinën e dore. Gjudicka ke nuk ishte saktesisht zemerim. Ishte me afer një kartesi të eftohte per logjin I njeriut ke Miri. Ishte dhe per faktin se sa shume ai logj njeriu eksistonte, në të gjitha ambientet, nga mete thjeshtat të mete sofistikuarat, me gjuhete ndryshme por mete ngjashtin mekanizem poshte. Nevoja per te ullur të qeret per të ngjere I lartesuar. Vazhdoj të ekte, do rezoj porosine, ukti e në sale, me vone atejave, gjate pushimit, a I tregoj kles atë ke kishte dëgjuar, gjo me indin gjate, thjesht si informacion. Donte të shihte se si ajo e merte. Hajo dëgjoj ne heshqe, me shpregje neutralit të dikujt kë tashme ka marre lagj me të të njështit logj me pare. A nuk eshta I vetmi kë mendon keshtu, ta ajo. E di, te pengonti. Ajo e konsideroi pjeqen me seriositet. Me pengonte me shume me pare. Kur filon të kuptosh pse njerëzit e bajnë kete, pushon se dhemburi në të njajtën mënyre. Një pauze. Kush I mat të qeret me postin ose me logarin e bankare, ende nuk ka kuptuar çfarë ishte I rëndësishme vërtet. Nuk mund të agja me zemeruar me dike ke nuk ka arritur ende ati. Rafaeli mbeti duke e pare. Kishte ne ate përgjigjen e bujari ke nuk ishte naivitet. Ishte mire kuptimi pjekur, të kishte gjithashtu diçka, ke e prekunenje mënyre I ke shkoj për të admirimit. Ishte agjosile si spesifike e personit ke kaloj mjaftu ishem për të kene I pa kena kur dhe zgjodi me vete digje, të mos ishte.
Ti kure nuk ke keni e zemiruar me asgjë ke tu, tha ai. Gjam u pergjik gjagju thjesht. Por gjam në shtepi kur nuk prek me askën qeter. Thabeten ne heshqe per një moment. Gjurma e restorantit vinte ne vale nga salla, dhe shkalet e mezaninit kishin atesile si të kenit gjashtë kohës kryesore të vendit, si nje hapesire paralele ku gjerat mund të tuheshin me një hap distance nga levizja. Pse erdhi të bisedu që me mua në kete shkalli per herit e pare, pjeti agjo. Zeri ishte i drejt per drejta, pa akuze, vetem kuriozitet real. Rafaeli mendoj para se te pergjik gjegj, sepse ti të diçka kembeti me mua. Cfare, se agjo ke ben karendesi edhe kur askush nuk eshe. Ai pushoj. Kisha nevojë të flisja me dike ke mendon të keshtu. Agjo e shikoj per një moment me ateve mendje ke nuk kishte në qitim. Te nuk kishte asken qeter. Pjeqa ishte e thjeshte. Pergjikja ishte komplekse në një menyre këj nuk mund të zhvillonte plotesisht pa zbuluar me shume se sa ishte i përgatitur të zbulonte. Ta vetem, as nje këtë kisha gjetur ende. Agjo pohoj leta me kokej pa bere presion. Shikoj serish nga sala e zbrazit. Besoj se shumë i ka e njerezve po presin të shihen perat e ke kane ose perat e ke dine ta pas një momenti. Pak duan të shihen perat e ke zhane kur askush nuk po i shikon. Rafaeli në gjuat e fjalit e ulej në një vend të sakte brenda gjoksit, kishte në të një përshkrimak të sakte të asaj ke e kishte. Në kësharre nga këti njëzet e ditet e kishte vendosur në një përparesi kamarieri, sa kja i mbeti per një sekondi, thjesht i palevizur në peshen e saj, nuk ta asgje, nuk kishte si te tuhej pa tene gjithashtu atë kende nuk ishte koha per tu tene. Zbriti nga shkallet kur mbaroj pushimi dhe u këtjene salle. Por kishte diçka ndryshe atë dite, diçka ke tashme nuk ishte vetem kuriozitet, ose admirim apo njohgja e njet cilësie të ralle. Ishte diçka me e afert dhe me e frikshme se e gjithhe këgjo, diçka ke ai e ngjihte nga menira se si ndryshon të temperatura, Inje dhome kur personi hinte dhe nga menira se si koha, në 20 minutat e pushimit kalonte ndryshe nga tek gjitha 20 minutat e gjerat e dites. Dhe ishte e frikshme pikërisht sepse ishte reale. Ishte një engjitike filloi ndryshe nga tek gjitha të gjerat. Rafaeli u zgjua para alarmit. Gjeke nuk ishte e pazakonte, por u zgjua me një kartesi në mendim kja ishte e rale pera teoret e mengjesit. Logji i kartesis e ke vgjen kur diçka ke po, procesohej si per fakime në fund, ngjitet diker konte per ballet koke me koke. Mbeti i shtrire duke pare tavanin e apartamentit per disa minuta, me tiranen ke tashme bente zur me gjashte, dhe i pranoj vetes ate ke kishte shmangur ta emertonte prej ditesh, a kishte frike. No kishte frika e zakonshme e dikugjet kwe i trembet një rezultati. Profesional ose një hëmgjegje financiare, ishte një frike shume me specifike dhe shume me e vjeter, frika e dikugjet kwe investoj në besimin se zgenjimi ishte i pashmangshem, të se mbrojtja prej tajdu të toshtete mos filloje asgje kje mund të perfondonte, në formen ke gjerat gjithmone perfondonin. Ishte frika e dikujt ke kishte mesuar, per gjate viteve dhe me kosto personale të konsiderueshme, se agjo ke duke i vërteti ralehere ishte, dhe se ndërtimi i pritshmëri se mbingje perceptim ishte rruga me i sigurt drejt logjit të zgenjimit kële shenjë, por kishte ngjej problem me atë arsjetim, dhe problemi ishte klea. Hajo ke a din të perta, ishte ndërtuar pa e ditur agjo se po vezgohe. Pa pasur agjo as një arsje per të reguluar sheljen, pa filtrin ke njerëzit automatikisht aplikone kur verejne se gjane para dikusht me burime. Agjo u ishte pergjik gjur pjeqeve me te thjeshta me ndershmerite drejt per drejte. Kishte ndare kutine i ushkimit pa seremoni. Kishte thene si puna e ndershme nuk ka nevoje per ngjese pa editur se po i pergjik gjaj testit me te rende si shemke e i kishte vendosur kuçdo në vite. Dhe kishte diçka me shume, diçka ke Rafaeli vetem pjeserisht mund ta emertonte. Ishte i lëmtur gjate 20 minutave të pushimit në një mënyre që nuk mund ta riprodonte në asnjë kontekst qeter të jetese tigj aktuale. Kishte një lehtësi në ato biseda që nuk vinte nga perpjekja, nuk vinte nga performanca, nuk kishte peshen e ndjerve primive që ai zakonisht kishte me nxjerrjes që i dinin se kush ishte ai. Ishin thjeshti të rriturnen gjë shkale, duke shkembjer vezgimi per bote me naturalitetin e dikusht që nuk ka nevojë të begje per shtipqet e askush.
Unë ngrit piu kafene, shkoj në magazinën kendrore nga dera e shërbimit si që do mëngjes. Hares dita, diska kishte ndryshuar në gjendjen shpirtërore të përgjithshme të restorantit para se ai ta kuptonte arsyen. Kishte një tension të lehtë në agjerin e kuzhines ke erdhi, në formen e njëhesh gjegje atipike kur ai kaloi deren e pasme. Dritani nuk po vershelente. Fjolla kishte fytyrën e ngrisur mbi rezervimet. Dinga punongjeset e pastrimit bisedonin me zete e ulet në një sep me shprehgje të shketesuara. Sajmiri e takoi në koridor me një shprehgje që Rafaeli e leksoi me njëherë si shprehgjen e dikujt që duhet. Ta gjape nje lajm që nuk eshte katastrofe, por as i mire nuk eshte. Kishim nje inspektim nga higjiena mbreme vone pasi ti u largove, da me naksheri, meze te ulet. Asgje e renda, të gjitha verajqet janë zgjidhur tashme, por mbeti nje klime e rende. Ti e di si eshte. Rafaeli e dinte. Inspektimet, edhe kur kaloheshin me lehtesi, linin nje higje këdonte njenderim të plotet e shperndahe. Ekipet mbeteshin në mbrojqe, levizjet humbisnin lehtesine, ambienti fitonte atë tension ke klientet e njenin pamundur ta emertonin. Me shumë sekjo, ta Rafaeli. Sajmiri hezitoi per një sekonde. Miri u largua me heret mbreme me humor të prishur. I tha diçka kleas para se të ikte kë nuk ishte e shelshme. Një pauze. Ajo nuk u ankua, por di njeris dhe akjoande me treguan. Rafaeli njeu diçka të ngurteso hej brenda gjoksit. Qfare u tha? Se ajo duhet të ishte mire njohese kë kishte punene njëven të tille, duke pasur parasish nivelin kë ka. Sajmiri i shikoj me nje shprehgje të kujdeshme. Ajo ishte në zonën e shërbimit, duke dalë në rrugë, e injoroi dhe iku, por ishte i shemtuar. Rafaeli më beti i heshtur per një moment. Kishte disa gjera që donte t'i thoshte, disa prej shtyret e përshtatshme dhe të gjera që ishin impulse që i përkisnin burit të katit të 20 e ditë të gjo kamarierit të magazines kendrore. Zgjodhi heshtjen per momentin. Kaloi mëngjesin duke punuar me të ngjatin fokus si gjithmone, por kishte një vëmendje shtese të kthyer nga vendi ku Klea ishte në salle. Kur ajo u shfaq në korridorin anisor pak pas ores 10, me kovente materialet e zakonshme, duke saktësisht njësoj si çdo ditë tjetër. Nuk kishte asnjë shenjë të dukshme të asaj që kishte ndodhur pas ditën e kaluar. Punonte me të njëjtën vëmendje të kete, të njëjtën prani padrame. Rafaeli u krikezua me të prane stacionit të punës të kamariereve rreth ores 11. Ajo po kalonte me një kese mbeturinash dhe ai me një porosi per kuzhinen. Tedi ndaluan per një sekonde naturale në mes të korridorit. Mora vesh per atë që ndodhi gjeta ai me zeta ulet, me zete. Hajoshi shikoj per një moment me atë vëmendje të drejt per drejte. Kushta tregoj, nuk ka rendesi a gjemire. Një pauze. Gjam. Nuk duhej të ndodhte. Edi. Ajo regulloi kësen në dore, por eshte e vërtetë që gjamire. Këto gjera dembin me pak kur kupton se nga veçne. Nga veçne, piti ai sinkerisht. Ajo anoj lehte koken, si dikush ke konsideron për gjigjen me të ndershme. Nga Afrika, kush e ben këtë Afrike se hapesira këtize eshte hapesire që duhit të ishte i tire. Shte një logari e shtrember, por kjo eshte ajo që eshte poshte. Një pauze. Nuk mund të jem i zemeruar me dike ke Afrike. Rafaeli mbeti duke i pare per një sekonde me ti, gjate si sa du të arshiton të korridori. Ti gjendrishe nga shdu njeri kwe kam njohur. Ta e dhe doli para se fjalja të mund të hejne diçka me të veshtire per tu me nakshuar një atë korridor. Dek gjoj pas ti tingullin e hapave të sajke, vazhdonin në drejtimin e kundjert. Ti nuk u këthi per të pare. Ne pushimin e asaj dite, në shkallet e mezaninit, kishte një si lesi ndryshe ne heshtjen fillestare. Nuk ishte siklet, ishte vete diza e përbashket se diçka kishte kaluar, një vigje pa as njërin prej tyre te kishte vendosur me vetërie se ishte koha. Ajo erdhi pas ti me shishën e ugjit dhe ull në shkallen e zakonshme me ta një ishte në shlirueshme rites do ditë gjeter, por kishte një vëmendje ndryshe në agjer. Tite diçka në koridor me heret, ta ajo, pa e pare, tashe. Shte e vërtete apo eshte gje momenti, pjeqa ishte i drejt për drejte në formen kë të gjitha pjeqet i saq ishin pa rotulime, pa angtin e dikush që ka nevojë që për gjigjategjet e pozitive, por edhe pa indiferencen e dikush që nuk i intereson. Shta e vërtetem dhe ai,
Ajo mbeti në heshtë për një moment. Pastaj, askush nuk ma katene kete me pare me kete peshe, si e di kë ka peshe. Hajo ingriti te drejtaj, sepse ti ndalove para se te per fundo e mendimin. Gjerat këngjerezit tone me refleks dalin te plotesuara, ato ke dalin te pa plotesuara, gjani ato ke kane rendesi. Rafaeli mbeti duke, e parete mendoj se kishte diçka ne ate vezgim ke përmblit të gjithçka ke I kishte zgjelle ne ate shkalli. Ideni se gjerat reale gjani saktesisht, ato ke mbeten në mes, ato ke nuk arrijne te tuhen plotesisht, sepse kane shume peshe per te në kësene në një fjali koridori. Mund te tregoj diçka ta aj, mundesh. Kishte arritur deri në kufirin e asaj ke mund te tu heq pa zbuluar, ate ke ende nuk ishte koha per tu zbuluar. Por kishte diçka ke mund te tu heq brenda atij kufiri, diçka e vërtetë ke nuk varej nga asnjë identitet I fshehur per te ke në legjitime. Erdh hane këtej restorant duke u përpjekur të kuptoja diçka per njerëzit. Ta ai. Isha I bindur se kisha arritur në një përfundim se si funksionojnë gjërat, se si njerëzit reagojnë sipas asaj që mendojnë se ti ke ose nuk ke. Te kisha të drejten në kete. Një pauze. Por nuk kisha konsideruar se mund të kisha gabim per pjesen me të rendesishme. Si len pjese? Pjesen se ajo ke ker kogja, ende eksistonte diku. Heshtja kë pasoj nuk ishte boshe. Ishte logji I heshtjes kë ka substanse, këze hapesiren pa shketesim, te si lendin gjerez mund të banojnë se bashku pa pasur nevojë ke as njeri të mbushe. Klea shikoj salen e zbrazet per një momente gjate. Pasta ha, me atezi ke nuk ngjite gjas nuk zbriste por ke mbante peshe në qdo rokgje. Tfare po kerkogje, Rafaeli umor frimetelle, dike këte me shihte si njëngjerit I zakonshem, pa ditur asgje, pa dashur asgje mbrapsht. Vetëm të shihte atë ke eshte per para, pa filter. Hajo mbeti në heshtje per një moment qeter. Kur foli, zeri ishte pak sandryshe, me një silesi ke ai nuk mund të emerton të saktesisht por ke ishte me e afert se te gjitha te qerat. Besoj se ti je një njeri I zakonshem, Rafael. Te kjo e tene prej saj pa ironi dhe pa seremoni. Tingelloj si gjegja me buqarike dikush I kishte tene atish në viti. Vjeshta erdhi në kendrën e Tiranes me atë diskresion ke kiteti zakonisht e ingjoron. Pemet I sheshit Skenderbaj filluan të ndryshonin letasisht ngjyre. Mengjeset mbeten menje, tefto te kë pasdicja e shperndante, de trotuaret para magazines, kendrore fituan nje pamgje me te tate de nje ere specifikite kytetit në transition. Rafaeli kishte humbur nocionin e sakte, se sa gjave kishin kaluar ke kur kishte, veshur per parisën per herete pare, de ajo humgje nocioni, vuri re ai, ishte shenja me, I karte se kishte pushuar se numeruari. Në filim kishte mbajtur një kalendar mendorti sakte, javaj pare vezgim, javaj dite konfirmimi I hipotezave, javaj trete tabakaja, dialogu I pare real, javaj katert, shkalla, kutia e ushkimit indare per gjizme. Por në ndonjë pike mes asaj jave te katert de te tashmes, eksperimenti kishte pushuar se keni eksperiment. Ishte shënderuar në gjete te perdiqme në formen me literale, a I zgjohej duke menduar per nderrimin. Vinte hereti nga koridori I pasme me te njajtin impulsi gjithmone. U shërbente tavolinave mengjeve mengje kje vinte nga intresi per vendin të gjo thjesht nga kriergja e nje skenari. Te priste 20 minutat e pushimit me një parashikim ke nuk ishte analize por thjesht dëshire per të kene ati. Kjo a I edinte ishte problemi. Ishte, gjo sepse ishte e gabuar në vetvete, por sepse kishte një informacion themelor ke Klea nuk e kishte. Një informacion ke du të ndryshon të gjithçka nëse du të arrinte tek ajo. Te kjo du të duhete arrinte në një moment, sepse mbajtja e asaj heshtjegje per me shume e kohe du të ishte një pandershmerikwe. Rafaeli nuk mund të mbante pa, filluar ke pesha e sajtë deformon të gjithçka ke kishte reale ne atë afrim. Problemi ishte si, dhe ishte kur, dhe Rafaeli I kishte rotulluar, keto di probleme brenda vetes gjate diteve te. Mgjaftueshme per të ditur se asëngje, per gjigje e lehte nuk du të vinte vetvetju. Nje pas dite te premtegje, pas ndjerimit të drekes, ai e gjeti sa I mirin në domen administrative në fund të restorantit, te silene per dorte kur kishte dokumente, per te zgjidhur.
Menaksheri ishte I përkullur mbin gje tabele me shprehjen e dikujt që preferonte te ishte në çdo vend qytetar, dhe I ngriti si tekur Rafaeli hiri me ngjë lehtisim që nuk ishte teresisht bindes. Duhet të flasim, tha Rafaeli duke mbyllur derën pastaj. Sajmiri e uli stilo lapsin. E di. Rafaeli mbeti I palevizur per një sekonde. Ti e disfare. Kjo ishte afer koha per ta mbyllur kete. Menaksheri e shikoj me sinceritetin e dikujt që punon bashke, prej kohesh per ta mos pasur nevoje per rotulime fjalesh. Gje ketu prejme shume se nje muagji Rafael. Ekipi po me ben pjeqe që nuk mund tu per gjigjem. Te ekziston një situate që po behet me komplekse se një eksperiment me nakshimi. Shteme shume se një eksperiment me nakshimi. Edi. Sajmiri anoj koken lehte. E vurare kur fillovi të vje 20 minuta para se të ishte e nevojshme. Rafaeli shkoj të karrigia per balle tavolines të ull. Kishte diçka qlirim të rene tenjen e kesaj per dike kë tashme e dinte, ne mos pashen nevoje per të ndjartuar kontekstin nga zerogja. Eventi korporativ I muagjit të ardhshem, tha Rafaeli. Nata kur furnitoret të shtipi gastronomik vajne ketu, ti tashme po e organizon. Gjithçka eshte ne vazdim. Dua ta perdor atë nate. Rafaeli mbeti ne heshtje per një moment. Gjo si inspektim, si mbilje, si momentin kur une kthehem të gjem ai kejam, ketu, para gjithë botes. Sajmiri e shikoj me një shprehje kjo, ishte pjeserisht profesionale dhe pjeserisht njerëzore. Dhe adu të gjete ajo ketu atë nate. Ajo eshte në të gjitha nderrimet e gjave s'kë përfshin kete event. Një pauze. Por nuk du të bëj asgjë, këta befasogje atë në një mënyre këtë jete e padrejte. Para eventit, duhet të I flas me te. Duhet të I tregosh me pare. Duhet po. Menaksheri mbeti në heshtje per një moment, duke trokitur lehti e stilo lapsin mbi tabele, si mendon se du të marre ajo. Ishte pjeqa që Rafaeli I kishte bere vetes në tek gjitha format, e mundshme gjatë diteve. Kishte skenare ku ajo du të merte me mire kuptim, duke e pare situatën per atë që ishte. Nje burre me arsye reale per te bere atë që kishte bere, që kishte gjetur te ka gjo saktesisht atë që kërkonte. Kishte skenare ku ajo du të ndihegje perdorur, e vezguar papel kim ish ndaruar në pjese të nje eksperimenti pa pasur kërkuar të merte pjese, dhe kishte skenare që ai nuk mund t'i parashikonte, sepse ajo ishte. Mbi tek gjitha, një person që nuk funksiononte si pas modeleve të parashikueshme. Nuk e di, ta ai, me ndershmeri. Por ajo meriton të digje para si ta marre vesh gjithë e bota. Sajmiri po hoj me koke, kur du të flasesh me te. Gjaven qeter. Një pauze. Kam nevoje per edhe disa dite per te kuptuar si ta tem. Menaksheri nuk komentoj per kete. Ishte një burre ko e kuptonte se disa gjera nuk kishin rrugë të shkurter. Në ato dite që I paraprin e bisedis, Rafaeli e vezgoj restorantin me njeve mengje, që kishte kartesin e specifike të gjerave këti edi, se gjane gati të ndryshojne. A I kishte ardhur në magazinën kendrore per të konfirmuar, një teori mbikenjet njerëzore dhe kishte gjetur, përveç konfirmimit, diçka që nuk e kishte kërkuar, kena që sine e thjeshte të kenit pjesi I një vendi nga brenda. Kishte një kena që si fizike në punën, I kamarierit që I kishte zbuluar me befasi, kena kesine I nxen derrimi të ekzekutuar mire, të nxe tavoline që dilte e kena kur, të nxep gjate të dorezuar në temperaturën e duhur, në momentin e duhur. Kishte gjithashtu kena kesine me të telle të ngjogjes së njerëzve, rreth taj per atë që ishin në punë dhe gjo per atë që përfakesonin në një mbledhje biznesi. Tritani ishte bërë një nga shoket me të mire të nderrimit, që Rafaeli kishte pasur në ishtu kontekst të gjetes. Kishte atë bujari praktike të dikujt që ndihmon pa llogaritur. Fjolla kishte zbuluar, në ngjuhen imprete, një besnikeri diskrete kjo e shfakej në mbrojtjet, e voglakej u bente kolegeve kur askush nuk po shikonte, duke përfshira, me shume se njëhere, një mbrojtjet e kleas kjo arrinte të Rafaeli si lajm indirekt, dhe kjo e bente të pelkente fjollën në një mënyre që shkonte per të I vleresimit profesional. Kishte magje, sado e pamundur ke dukeq, mesuar të vleresonte diçka në dinamiken që përfshinte mirin. Gjo mirin e komenteve dashakeke, por mirin ke,
kur ishte në regjim punite pastir dhe gjo hierarkie koridori, ishte efikaste i vëmendshëm me klientet në nje mënyre kë Rafaeli, ngjite si talente vertite që po aplikohej kek gjashte tavolinave. Ishte logji i vezgimit kë ai kurre nuk do ta kishte bere nga larg, nga gjashti. Dhe kjo ishte i mundur vetëm sepse kishte kaluar gjave duke titur të gjashtinagjer. Të inshtën para bisedese planifikuar, Rafaeli erdhi në restorant me heret, se zakonisht e gjeti, klient tashme në salle, duke kaluar dritaret me atë vëmendje perpekte para se drita edites të i bente ato kritike. Ajo nuk e kishte vene rende, ishte me kuriz nga salla, me krahet e ngritur duke arritur qepin i si perm tek shamit, profili indrisuar nga mengjesi i gjashtem, plotesisht brenda punes se saj. Rafaeli mbeti i palevizur në hirgje. Të sales per një moment ke nuk diti ta maste, kishte një bukurine atë ke nuk ishte bukuria e revistave apo e darkave të blokut, ishte bukuria e dikusht të resisht të pranishem në atë ke po bente, pa performanse, pa audience, pa vete digje kë prania e njeve zgesi pa shmangshmerisht prodhon. Ishte ajo siç ishte kur askush nuk po i kushtonte vëmendje, kë ishte, ai kishte mesuar saktësisht kush ishte ajo edhe kur tek gjithë po i kushtonin vëmendje. Nuk kishte mos perputje. Nuk kishte version ndryshe në varesit e asaj se kush ishte në dhome. Ajo konsistence ishte, per Rafael Adrianin ku i kishte kaluar viti duke kalkuluar në ambienti ku mos perputja ishte modeli, gjegja me e gjashteza konshme ku i kishte pare. Ajo e pakuruli krahit dhe ukthi per të marre me shume solucion në kove. Berin që gjesta le të një gjegje, pa befasias shtirgje. Gjeketu herit sot, ta ajo. Po, u per gjigjaj. Kisha dashire ta shikja salen para levizjes. Ajo e shikoj per një sekonde me atë vëmendje që vlereson të pak gjikuar. Duket bukur keshtu, ta ajo duke bere një gjeste pakarti nga salla e zbrazit. Para se një rezit të vajne. Duket. Ajo u kthie të dritarja. A mbeti i palevizur edhe një moment dhe pasta e shkoj në kuzinet e merte kafe në edites. Por para se te kalon të deren, ndaloj dhe u kthie nga ajo. Klea, ajo i ngritisite. Duhet te bisedoj me ti per diçka të rendasishme. Gjotani, por para fundit të e gjaves. Ajo e shikoj per një moment. Kishte diçka në tonin ke ajo e kishte leksuar. Ai e verente nga menyra se si vëmendja i sajën beti pak sa ndryshe, me e vendosur, gjithë s'ka mire, ta ajo, gjithë s'ka mire, vetem se eshte diçka këti meriton të dish, ajo mbeti në heshqe per një sekonde. Pastaj pohoj me ate levizje të kete ke ishte, tek ajo, një forme per të tene se dekgjonte dhe se do të priste pa bere presion. Rafaeli shkoj në kuzine. Dhe kafgjaj atij me ngjesi, ndone se kishte të ngjeshtën shigjesi gjithmone, erdhimen gje pesheter e kje mbeti me tek gjatek gjithë ndërrimit. Biseda ndodhi të henen, ne orarin me te ketete pushimit, kur salla ishte bosh dhe kuzina punonte, ne regjim pergatit gjegje me zurmat e ralla ke arinin në mezanin si valit e lehta. Klea ishte tashme në shkalle kur Rafaeli erdhi, me shishën e ugjit në prehër dhe site në sallin poshte si që kishte kendruar, ak shume herit e qera. Por kishte dika në mënyrën si ajo ishte ullur ke tregonte se kishte ardhur në kete pushim me një vëmendje ndryshe, si dikush ke u përgatit per një bisede pa editur se çfarë priste prej saj. Rafaeli u ullne shkalen poshte saj, në vendin e zakonshëm. Mbeti në heshqe per një moment, duke pare të njëjtën sale ke ajo shikonte, duke u përpjekur të gjente piken e hirjes në një bisede ke e kishte ushtruar në forma të ndryshme per ditet e tëra dhe kyetani, në momentin real, duke se i rezistonte të gjitha ushtrimeve. Dhe se kishe diçka per të treguar, ta ajo panaksitim. Nuk ishte kerkese logari, ishte thjesht shenja se ishte gatite dhe gjonte. Rafaeli u mor frimetele. Kishte një mënyre të vetme të ndërshme per të bere kete dhe ishte drejt per drejt, pandertim të pert, pa tundimin per të kontekstualizuar, ak shume sa këtë helbesorgja të humbiste. Imri im eshte Rafael Adriani, ta ai, por nuk gjam kamarier. Heshqja ke pasoj ishte ndryshe nga të gjitha heshqet e gjera ke kishin ndare. Ishte një heshqje me teksture prit gjegje. Heshqja e dikusht ke po proceson një informacion ke erdhi para se kuptimi i plote, i tij të mund të vleresohej.
Hajvëzdoj, jam pronari i magazinës kendrore, jam pronari i hedhjete restoranteve ta qera të shpërndara në Tirane, Durrës dhe Vlore. Pushoj. Vendosa të punoj këtu, si punonjës anonim per disa gjave sepse dogja të kuptoja, si njerëzit me trajtojnë kur, nuk e dine kush jam. Sajmiri ishte i vetmi ko i dinte situaten. Klea nuk levizi, ai nuk mund të alekson të fytyren. I sajën nga ku ishte sepse, ajo i kishte mbashtur sita në salen, poshte e gjate di fjalive të para, dhe vetem kur ai pushoj se foluria gjok të u lehte koken nga ai. Mëngjesh pregjeka ishte e veshtirita e mertoheq, nuk ishte zemerim, nuk ishte e kare, nuk ishte befasi performuese e dikusht ke reagon si pas asaj ke pritet të reagogje. Ishte njeve mëngje shume e kete dhe shume intensiv, si dikush kë po bashkon pjeset me një shpejtesi ke shpregja e gjashtme nuk e zbulon. Per pareshja, tha ajo pas një momenti. Po, klientet me një rasesit e trajtonin. Po, një heshti qeter, dhe une. Pjerqa ishte pjerqa me e rendasishme i gjithë bisedes, dhe ajo kishte ardhur drejt per drejt në kender pa devigjuar. Rafaeli e shikoj në si. Ti ishe arsye gjapse eksperimenti pushoj se keni eksperiment. Tha ai, kisha ardhur këtu per të konfirmuar një gjeke tashme e dishogja, dhe e konfirmova. Dhe pastaj të gjeta ti, dhe ajo ke gjeta ishte ndryshe nga çdo gjeke kisha parashikuar të gjegja. Nje pauze. Ti kurre nuk pjete çfarë kisha. Kurre nuk regullove atë ke thoshin e varesi, të asaj se kush po dek gjonte. Ndave ushkimin pa logari, dhe se punaj ndëshme nuk ka nevogje për njëse pa editur se ishte testime i rendesishem ke une i kisha vendosur kuqdo në vite. Ajo mbeti në hesht gje për një moment të gjate. Gjurma i kuzhines vinte në vale të leta dhe sala poshte ishte e palevizur me mbulisate bardha dhe drita në mesdites. Ti po me i vezgogje, tha ajo. Nuk ishte akuze, ishte pohim. Kishte ngjendrishim. Pauke para se të flisha me ti per herë të pare. Një pauze. E di ke kjo ka një peshe ke nuk eshte e thjeshte per tu marre. Ajo shikoj duart e veta per një moment. Kur mete një koridor se duhej të tregogje diçka të rendesishme. Ajo nuk i perfundoj fjaline me njëhere. E dita se ishte diska i madhe. Nuk e dita çfare. Si e dite? Nga pesha ke permende, ke unë ne meritoja ta dija. Nje pauze e shkurter. Askush nuk e perdorate fjale rastesisht. Rafaeli mbeti në heshtje, duke e lënë hapësiren e hapur per te. Ti gja i pasur, tha Klea, me atë objektivitet të drejt per drejte kue ishte gjuha e saj, nuk ishte zili, nuk ishte admirim, ishte thjeshte mertim. Po, te kendrove ketu, i veshur si kamarjer gjate gjaveve. Po, per te testuar njerezit, per te testuar veten, i korrigjoj ai, me butesi, per te zbuluar nëse ajo ken gjegja per di ke ishte reale kur hikqak gjithçka ke nuk gjamune nga rruga. Hajo fjali prodhojnë gjendrishim delikat në shpregjen. I saj ke Rafaeli nuk diti ta interpretonte plotesisht. Kishte diçka ke u hap lehtesisht, që në kuptimin emocional të exaggeruar, por në kuptimin, i një mire kuptimi ke vgjende i ben fytyren të relaksohet një milimeter. Ajo mbeti ne heshtje idhi një moment. Pastajta, të çfarë zbulove, kë ajo ken gjaj per ti ishte gjeja me reale kë kam gjetur në shume kohe. Që mbeti një ajgjer me stedive me githepeshen kë kishte. Klea nuk u pergjigj me njahere. Shikoj serish nga salla dhe Rafaeli priti pa e mbushur heshtjen, duke e lënë atë të arrinte tek ajo ke kishte nevoje të arrinte në ritmin kë ishte i saj. Kam nevoje ta mendoj ta ajo me në fund. E di, sa nuk ishte e ngjejo. Shtoja gjo me atë ndërshmeri ta e drejt per drejta ke a kiste me suartan gjite. Si menyren se si a gjo operonte, pa mire shelje ta e reme por edhe pa mizori. Shtesi gjane shume gjera në të njajten kohe. Ti të gjesha i kegje. Unë te kem kene. A gjo ke ti po kerkogje pa e ditur se po kerkogje. Një pauze. Kam nevoje te kuptoj qfare, në gjej per gjite, ke te para se te tem që do gje ke te gjete reale. Shte e drejte, tha Rafaeli. Por një e gje mund të adem tani. A gjo ingriti sy te drejti me ati vemen gjë kë nuk kishti filter. Une kure nuk njeva se ti po me perdor gjë kur po bisedonim ketu. Njeva se ti dek gjo e vertet.
Te kjo nuk ishte e shtire nga ana gjote, une mund të nxegja. Nuk ishte. Atëherë pjesa që tërë ka nevoje per kohe, por këte pjese tashme e di. Ata zbriten nga shkalet kur mbaroj pushimi, të secili u këtje në nderimin, e vetë me atele tesi specifikit e gjerave ke, u tane dhe nuk mund të zbehen, të këgjane me mire kështu. Ne e di tjetë kë pasuan. Dinamika mes tyre kishte ndryshuar në një mënyrë që ishte e vërejtshme për kedo që i kushtonte vëmendje por që nuk bertiste, për kedo që nuk po kërkonte. Kishte me pak heshtje në pushim dhe me shumë bisede, por një bisede ndryshe nga te me pashmet, me drejt për drejte. Sikur zbulimit e kishte hekur një shtrese distance që as njeri nuk e kishte emertuar me zete larte por që eksistonte. Ajo kishte bere pjeqe, shume prej tyre, me atë seriozitet me të silin bente qdo gje. Donte të dinte se si i kishte ndërtuar restorantet, por gjone kuptimin e revistave të biznesit. Donte të dinte qfare kishte në gjere kur i pari kishte pasur sukses, nëse kishte kene gezimi paster apo një përzierje me diçka me të komplikuar. Donte të dinte per te atin, per elbasanin, per eren e kuzhines, se restorantit ku kishte kjeruar patatin e moshen pesembedje të vjesare. Te Rafaeli u ishte per gjikgjur të gjithave me një, ndershmerike nuk e kishte praktikuar me potuajse askend. Sepse kishte venerese, parëngje personi ke nuk donte asgje, nga ato ke ti kishe, e vetëm gjak gje ke kishte, kuptim të ofrogje ishte ajo ke ti ishe. Te premte ne asaj gjave, ne pushim, ajo erdi ne shkalle me frityren e dikujt ke kishte menduar mjaftu e shem. Mendova, ta ajo parasite u legj. De, ta Rafaeli, ajo u ull, mbeti ne heshtje per një sekonde ke kishte peshen e nje vendimi te mare. Besoj se me rakosem per ti gjithashtu, tha ajo. Gjo pera te keke, besoj se ti tashme e dikete. Nje pauze, per menyren se si dëgjon, per menyren se si ishe ketu, me per parese, pa pasur nevoje kë askush të dinte kush ishe. Një pauze që terme e vogel. Këgjo nuk eshte gje e që do njeriu. Rafaeli mbeti duke e pare per një moment. Duke njere peshen e ke sajte u lej me një lehtësi që nuk ishte kontradikte. Ishte thjesht forma se si gerat e duhura vajne kur vene. Sheshten gjë ke duhet të tregoj per eventine muajit të ardhshem të ajma dhe i tregoj. Mongonin gjete dite per eventin korporativ kur pergatit që të filuan të ndryshonin energjine i magazines kendrore në një menyre kë vinte në shtresa. Se pari erdhen mbledjet e sajmirit me ekipin, kulistat e detirave u shperndane me seriozitetin e dikujt ki organizon diska ki du të shihet nga nxerez me pritshmërit e larta. Pastaj erdhen furnitoret me dergesa speciale, arka me verera ke erdhen një pasdite të martejgje me logun e një kantine nga vreshtate beratit ke Rafaeli e kishte vizituar di vjet me pare dhe etiketate të ciles in gjohu mengje here pa mundur të thoshte kete me zete larte. Se fundi erdhen ndryshimet në salle, tavolinate riorganizuara, ndrysimi i rishikuar, lule të fresketa ke vinin mengjesin e eventit per të zëvendësuar rregullimet e zakonshme. Ekipi ishte indare mes akgjitimit të parashikuar dhe mbingar keses realite përgatitjes, se një eventi të madh panderprere funksionimin i rregullt të restorantit. Dritan imbante humorin e mire të zakonshëm por me pak hapesire per pushime. Fjolla kishte shume fishuar listat të kuqtesat të karkullonte me, atë energjite dikush kje disaktesisht, qfare duhet të ndodhje dhe nuk eshta, e sigurt se do të ndodhje në kohën e duhur. Miri ishte me i kete se zakonisht, gje ke Rafaeli kishte mesuar ta interpretonte si përkendrim dhe gjo si shelje të mire. Dhe Klea punonte, ishte vezgimi me i thjeshte, dhe ne të njajten kohe ai ke Rafaelit i duke me dometenes. Ndërsa pjesa qeteri restorantit operonte, ne një regjister akgjitimi në rriqe, a gjumbante ritmin, e sakte ke gjithmone kishte mbajtur, pa unëksitur pa nevogje as pa humbur, vëmendjen me ateke po bente. Kishte një stabilitet te ka gjoke Rafaeli, e kishte vene rikje nga filimit heke tani, duke ditur me shume se sa kishte ditur me pare, mund ta emertonte me shume saktesi, ishte stabiliteti i dikujt kë nuk varet nga gjendja emocionale i ambientit per të ditur se kush eshte,
Sala mund të ishte plot ose bosh, humori kolektiv mund të ishte I lehte ose I rende, dhe agjo vazhdonte të ishte agjo kje ishte me të njajten konsistensi si gjithmoni. Në bisedat e pushimit të asaj gjave të përgatitjes, ishte njete me kje kalkulonte në në qërog gje pa pasur nevoje të emertohej drejt për drejt, se fare du të vinte me eventin, se fare du të ndryshonti, si du të ishin gjerat pasi gjithhi salata merte vesh. A ke frika nga diçka, për ti agjo një pas dite, me atë sinceritet të drejt për drejte që Rafaeli kishte me suarte priste dhe kë ende e befasonte me saktesine e tij, kam ta ai. Por gjonga agjo që ti ndoshta mendon, nga çfarë atëhere, ai mendoi për një moment. Kam frike se pasi të gjitheta marrin vesh, ti du të fillosh të shohesh në një mënyrë ndryshe atë që pati këtu, kjo pesha e asaj që une gjam të deformogje atë që ishte reale. Agjo mbetine heshqe për një moment. Agjo ke ishte reale ketu nuk zduket sepse ti vesh roba ndryshe. Ta agjo. Ti dëgjove atë ke une thashe me vemen që kjo pa kushtu ta gjepte. Me trajshtove si një person të plote. Kjo nuk ndryshon ne varesit e asaj se sa kene banke. Edikete. Atë here frika eshte nga leksimi këte gjeret du të bajne, zhonga I imi. Rafaeli mbeti I heshtur. Agjo e kishte identifikuar dalimin me një sakte si kë, ai nuk e kishte arritur dot vete. Po, ta, ai. Kjo eshte. Leksimet I të qereve gjithmone, kane kene problemi para se une të shfakesha, da agjo pa shpersi, nuk kane pse të gjënë pas. Kishte ne atë fjalin gjë që kuri specifiki kë vinte nga dikush kë kishte kaluar di vjet në një ambient ku leksimi kë të qeret benin per ta, ishte konsistente I vogel, dhe kë kishte gjetur, brenda asaj per vogje, gjë forme per te mos legjuar ke, ai leksim të behej I sajgj. Ishte një arrit që kë nuk kishte diplome, dhe kë nuk figuronte në as një gjë të shkrim, por kë Rafaeli e ngjihte si një nga format me të veshtira, të inteligences kë ekzistonin. Klea, ta ai, në një ton kë ishte ndryshe nga të qeret. Duhet të pjesë diçka drejt për drejt. Agjo e shikoi. Kër eventi të ndodhet e të gjithet a marin vesh kush gjam, do të këtë një moment kurune do të dua të them. Para të gjithev, qfare gjeta ketu? Qfare ti përfakeson për mua? Një pauze. Dua këti ta dishkete me pare. Dua të gjetes gjedja gjoti të gjeshati ose gjo. Nuk du të baj as gjeme të silenti nuk I rene dakord. Agjo mbeti në heshqe per një moment kë ishte me I gjati se shumika e të qerevi. Pse para të gjithev, pjeti agjo. Sepse ta një shtet një rez kë kaluan muaj duke ta injoruar du të gjeni ati. Ta I. Dhe sepse besoj se ka diçka të rendësishme në thenja e asaj kë duhet tene saktesisht ati ku duhet tene. Agjo e konsideroi atë me kujdësin e zakonshëm. Ti nuk kë nevojita beshkete per mua. Nuk ishte per ty, shte per te verteta. Një pauze. Por ti duhet të duashta jeshati. Me shume heshqe. Pastaj. Mund të them me aferdites. Mundesh. Hajo pohoj me koke dhe u këtjete shishqa e u gjit. Qeshqa ishte tene dhe agjo du të mbante atë per disa dita. Dhe Rafaeli e dinte se kur per gjiggjate vinte, du të ishte per gjigja e saj e vertete. Pa presion, pa logari. Ndërtuar ne kohen kë I duhej. 3 dite para eventit, Rafaeli beri diçka kë nuk e kishte bere kë nga dita e pare kur kishte hire nga koridori I pasme. Telefonoi në ziren kendrore dhe zgjidhi 3 qeshqe pezulke kishin ma betur duke pritur sepse. Gjate gjite asaj per vogje. Kishte mbashtur minimumin e kontaktit me strukturen administrative të bizneseve të tij. Kishte deleguar me shumese zakonisht, kishte shtire mbledgje, u ishte per gjigjuri maileve ne orare atipike pa shpjeguar pse. Zira kishte funksionuar miri pa te gjeke, nga njera ani konfirmonte se kishte ndërtuar një ekip kompetent, dhe nga ana qeter, e bente te mendonte se sa shume nga koha, I tiq para eksperimentit ishte konsumuar nga gjera ki, nuk kishin nevojë domosdoshmërisht për te. Te prakte e vontit, sa I miri e thiri për një bisedit e shpejte në domen administrative. Gitska eshte gati per neser, tha menaksheri. Ekipi I kaktuar, menugja e konfirmuar, hapesira e pergatitur. Një pauze.
Shtipi gastronomik konfirmoi pranine. Furnitoret gjithashtu, duke gjene rreth 60 njerëz në selle. Mire, Rafael, sa i miri e shikoi me atë sinceritet që ishte një nga arsjet pse ai i kishte besuar atij sekretin me të çuditshëm të viteve të fundit. A gjej sigurt, gjam, sepse nuk ka si zbehet me pas. Nuk ka, dhe nuk duhet të zbejgj. Rafaeli mbeti në heshtje për një moment. Kalova gjave duke u përpjekur të kuptoja nëse ishte ende e mundur të gjegja diçka të vërtete. I gjeta. E vetëm gjake nuk do të ishte e mundur të zbehejtu të ishte mostenia e kesaj kur kanë gje moment për të tene. Sa i miri pohoj me koke nga dale. Me atë pohim të dikush ke nuk do të bejgje me pjeqe. Dhe ajo, tha me nakseri. Ajo du të me gjape për gjigjen sot. Në fakt, ishte ati pas dite. Në pushimin e fundit për anderimit të darkes në prag të eventit, Köklia erdhi në shkallimin gjelehtesi në hapke ishte ndryshe nga ditetit qera. Hapi shishen e ugjit, më beti në heshqe për një moment. Dhe pastaj ingriti si të drajt ti me atë vëmendje të drajt për drajtë, që Rafaeli kishte mesuar të donte me një kartesi që tashme nuk e tremte. Du të mund të llogarisesh tekune në ser, tha ajo. 3 fjallet e tjeshta, as një drame, as një seremoni. Rafaeli mbeti duke e pare per një moment, të ngjo atë të zbristën e gjoks në një forme, që ishte e veshtire të emertohej, të kjo nuk kishte nevoje të emertohej. Faleminderit, tha ai, mos me falenderoende, tha ajo, me filliminin që buzekesh gjegje që ishte buzekesh gjame. I ndërshme që ai kishte pare ne shume kohe. Prit të shohesh si do të gjete. Rafaeli mbeti me atë buzekesh gjate, gjithë ndërrimit të asajnate, dhe kurukti në shtepivone. Duke kaluar kendren, e Tiranes me përparese në palosur në sante për heri të fundit, e dinte se kishte diçka kedu të, ishte ndryshe kje nga dita e në serme, dhe se ndryshe kje të here. Ishte saktesisht a gjuke duheshta ishte. Mengjesi i eventit erdi mengjeshite imet ke filuaj ne oreng gjashta, dhe ndalui para ore stete. Duke i lene trotuaret e kendres duke shkelkjer me atë pasterti specifike ke u gjisgjel, para se kyteti të zgjohet plotesisht. Rafaeli u zgjua heret, se që ishte zgjuar qdo mengjes ke nga fillimi i asaj përvogje, por ke te here rutina ishte ndryshe. Ne ven ke te merte pantalonat e rreta dhe kemishen e barde nga varesha. Hapidolapin dhe kendroi para opsioneve me njeve mengje ke nuk. Ishte kotesi por kushdes. I njajti kushdes ke ai vendoste, ne që dugje ke kishte rendesi. Zojodi një kostum grita e rritke e kishte blere di vjet me pare dhe kure nuk, e kishte perdorur me frekuense e kë meritonte. Kemishe e barde i thjeshte pa kravati. Ora e dores u këtjene event pas javesh e mbyllur në kasaforte, dhe a e shikoj per një moment në paskire para si te shtrengon të ripin, duke njohur ne atë gjest një kufi, nga njera ani gjavet me per paresi. Nga ana qetir, a gjo ke gjithmon e kishte kenit e këtani du tek të hejte ishte, por ndryshi, me njeshtri se të reke nuk kishte emer ende porque a e mbante në gjoks me sigurine e kite të gjerave ke jani të vertita. Nuk shkoj nga dera i pasme, per here të parine me shumi se nje muaj, hiri në magazinen kendrore nga hirja kryesore, duke shtire deren prej shami me familjaritetin, e pronarit ke kishte harruar si in gjente në shpatullat e veta. Salla ishte ne transformim. Tavolinat ishin riorganizuar per eventin, regullimi i luleve të fresketa kishte ardhur me heret, të po shpernda haj ne per vazo me kushtisin, i një ekipi kë kishte marre udhezime të sakte per kete. Ndritimi ishte me i larte se zakonisht. Duke zbuluar detajje të tavanit me tullat e dukshme ke levizja, i perdiqme i bente të padukshme. Kuzina prodhonte erera kë arinin ne salle si një premtim, i asaj kedu të vinte, dhe kishte në agjer një energji kë përziente parashikimin dhe profesionalizmin me një proporcion kë. Rafaeli engjihte si versionin me të mire të asaj, se si ai vend funksiononte. A i mbeti, i palevizur në hirgje per një moment, duke pare gjite, ate mesite ke kishin mesuar. Gjavete fundit, të shihnin e këte ke ishte i brenda dhe gjuvetem ate ke ishte nesi perfekt. Sa i miri u shfak në hirgje të koridorit anesor me hapin e shpeqte, të shprehgjen i organizuar të dikut ke kanë gjeliste,
mendore mëngjezit pika. Kur pa Rafaelin, ndalui per një sekundi dhe pastaj buze keshime, atë buze keshgje diskretit e dikujt kë, një se momenti erdhi. Gjithçka ishte gati, tha menakshiri. I pashe. Ata u shikuan per një moment me komunikimin e heshtur të dekadave punë ti per bashket. Ekipi ende nuk e di, tha Sajmiri. Dikush do të verigje parasititetu ashtë diçka. Ti i njeh një rezit. Idi. Rafaeli shikoj nga salla. Lere te ndodhe në tirshem. Kur te i gjete e koha, unë i kuqdesem. Punon gjesit e pareke e pane me kostum di paper pare se bene, se cilin e menyren e vet, të njajtin leksim. Kishte diçka ndryshe të kamarieri i ri por çfarë saktesisht. Ende nuk ishte i karte. Drita një kaloi prane tij në koridor dhe e shikoj me ati sinceritet të hapur ke ishte menyra i gjallit për të funksionuar në bote. Sot nuk do të punosh. Ta dritani me një kuriositet pa ligësi. Sot kam gjë rol qëter, u pergjigje Rafaeli. Dritani pohoj me koke me fytyren e dikush të ke e gjeti pergjigjen të pam gjaftueshme pore pranoj per momentin. Fjolla ishte agjoke u afrua me shume. U krikezua me të prane stacionit të kamariereve, shikoj kostumin, pastaj fytyren. Dembeti e palevizur perdi sekonda me nje shprehje kë ishte motra e intuites. Ti nuk gjë vetem kamarier, ta agjo, gjosi pjeqe. Kure nuk kam kene, ta Rafaeli me butesi. Agjo mbeti ne heshqe per një moment. E pa ne fytyren e sajgj leksimin këj po behej. Pjeset ke po bashko heshin. Te pak gjithashtu momentin e sakte kur perfundimi erdhi, i zbuluar nga një zgjerimi lehti, i sive para se agjota rimer të shprehgjen me shpejtesine, i dikusht ke ka krenari per vete e kontrolin. Sajmiri e dinte, tha agjo. Ende nuk ishte pjeqe. Iste i vetmi. Fjolla mbeti duke e pare edhi per një sekonde. Pastaj tha, me ate sinceritet të gjithmon shem. Duhej të kisha disuar kur ti nuk u ankove as njëhere. Rafaeli po tuaj se buze keshi. Shengje e mire apo shengje e keke? E mire, kamarieri i vertete ankohet gjithmone. Agjo u kthjete stacioni i saj i punes me fytyren ke kishte rimarre kete sine. Por kishte një dingjitet të lenduar shume lehte në menyren se si agjo mbashti menute ke Rafaeli, e njohu si lendimin e dikusht ke nuk i pelken te kapet në befasi. A i berin gje shënim mendor per të biseduar me të vesmas me vone. Teftuarit filuan të vinin në oren, shtate e gjisme të mbremgjes. Se pari fjonitoret, pastajë shtipi gastronomik, pastajë disa ortakete partnere kë Sajmiri, i kishte përfshire në liste. Rafaeli mbeti në prapaskene, gjate ore separe, duke lënë kë eventi të vendosejgj, duke veshguar permes paskirejs me shikim të pgjesem. Ke ishte në koridorin e pas me sallen ke mbushejgj me ate energji specifike të eventive të organizuara mire. Ke ishte grake a i njëte nga kontekstet e qera, nga darkat e qera, nga eventet e qera ku a i kishte kene buri me kostum ne krijete tavolines të gjuburi me përparese prane murit. Disa prej tyre ishin ati saktesisht sepse emri i magazinës kendrore kishte figuruar neftese. Gje këdu të thoshte se emri i të kishte figuruar implicit në arsjen per të ardhur. Ai i vezgoj ato të vinin me ate familiaritet të dikujt ke frekuenton vendet e duhura dhe njohu ne buze keshqet e kalibruara, në përshëndetjet me intensitetin e duhur, në gestet e matura të elegances sociale, modelin ke kishte kaluar gjithe gjeten duke u perbjekur të deshifronte dhe këtë tani, nga ana qeter e gjaveve me nje per parese, me ne fund kishte pushuar se u dukuri si një enigme. Nuk ishte enigme, ishte thjesht ajo ke ishte, dhe ajo ke ishte nuk përfshinte ate ke e kishte gjetur në shkalet e mezaninit. Rreth ores të te gjisme, Rafaeli doli nga prapaskena. Hari permes koridorit anesor dhe u shfak në salle, nga hirja e shërbimit. Këtë i sonte në pjeze pas me te ambientit. Te paret kë e pane ishin punongjesit me te afert, te silet bene te njashtin proses kë fjolla kishte bere me heret, te njashten logarite shpeshte kë arinte në te njashtin përfundim. Me shpeshte si te ndrishme në varesi te stu personi, miri ishte ai ke u vonua me shume. Ishte prane stacionit te pigjeve kur ingriti si te rembeti i palevizur per një sekonde shume te gjate.
Dhe Rafaeli pa në fytyrën e tij që jo vetëm njohjen por diçka. Poshtë njohjes, logjin e sikletit ke vjen kur kushtimi, I diçka që ke u ta takon kontekstin realnit e cilin u ta. Të te digja për shtatin në një mënyre që nuk eshte komode. Rafaeli nuk shkoj tek ai, kishte gjera me të rëndësishme për të bere. Traversuaj sa len me hapa tematur, dhe ndersa kalonte hapesire. Bisedat u leshin në një rezepranie që zgjerohaj para tij. Kishte njerëz që I ngjihnin me emër, nga fytyra e publikimeve të biznesit, nga pozicioni që emri Adriani kishte në gastronomite e Tiranës. Kishte një peshperime që shperëndahej me shpejtësinë e informacioneve që njerëzit duan t'i konfirmojnë para se t'i konfirmojnë. Ai arriti te saj miri, I cili ishte pranë qendrës së salles, dhe menaksheri beri një gest diskret në drejtim të daljes së shërbimit. Klea ishte pranë deresa nesore me uniformen e punës, një shprehje që përmbante shumë e gjërat që kishte procesuar gjavet e fundit dhe që tani arrinte në momentin real me atë të ngjajten që të sikoj ishte gjuha e saj në çdo situate. Kursit e të dive u takuan, Rafaeli ngjeu gjithë salante tërhike për një sekonde në një plante dite paze. Ajo ishte ati, me uniforme, me duart që kishin shenjat e punës, me të puzin e thjeshta dhe funksional. Me vëmendjen e kete dhe të plote që kishte kene gjeja me reale që ai kishte gjetur në gjithë atë kohë. Ai shkoi drejt saj. Dhe salla e sila kishte ulur volumin progresivisht që kur ai ishte shfakur. Arriti në një heshtje që nuk ishte planifikuar nga askush por që ndodhi siç ndodhin gjërat, që kanë peshem gjaftueshëm sa që ambienti rreth tajrit I njohej. Heshtja që pushtoi sallen e magazines kendrore. Atë natë nuk ishte heshtja e ambienteve formali, ku njerëzit ndalojnë per protokoll. Ishte heshtja e gjërave që vijnë pa paralajmërim dhe që instinkti I njeh para se arsyeja ti procesoje. Ishin 60 njerëz në atë hapesire. Me steftuarve furnitoreve, shtajpit të punonjësve, të gjithë ata, në shkale të ndryshme të vetedijes, verejtën se kendra e gravitetit të eventit kishte ndryshuar, vend pa editur askush saktesisht se ku po shkonte. Rafaeli ndaloi para Kleas në një distanse që ishte intim pa kene pushtuese. Ajo e shikonte me atë vëmendje që nuk kishte ngsitim dhe që ai kishte mesuar ta ngjihte si formen me të plote të pranise që një person mund t'i ofronte një qetri. Të ishte terresisht ati, pagismen I vëmendjes të ruajtur pere të që do të vinte me pas. Ai ngriti lehtë zerin. Jo mjaftueshëm se të tingelon të performues, vete mjaftueshëm se që salla I heshtur temën të dëgjonte. Ti filloi të fliste, pak me shume se një muaj me pare. Moran që vendim ka njerëzit rreth me gjë. I menduan të pamundur për dike në pozicionin tim. Ai foli ngadale, me të ngjajstin tonte drejt për drejti, që kishte përdorur me teke nga fillimi. Para regjistrin e fjalimit por me peshen e dikujt që të te diçka që duhej të ne prej kohesh. Unë jam pronari I këtij restoranti, jam pronari I edhidjete të qereve, e ndërtova këte për gjatë 20 viteve dhe mesova, për gjatë këtyre viteve, se sa me shumë të kesh. Akme e veshtire behet të dallosh kush eshte në krahon të në përti dhe kush eshte për shkak, të asaj këti për fakeson. Kishtin gjë peshperime kju instalua, shkurtimisht një sallit I pastaj, u këthje serish një heshtjen dersa ai vazhdonte. Kështu që une erdha këtu, me përparese dhe blok porosish, pa editur askush kush isha une. Nje pauze. Dogja të shihgja si ishte nga ana gjeter. Dogja të njegja peshen e të kinit I trajtuar per ate ke dukem dhe gjo per ate ke kam. Dhe mesova gjera ke tu ke 20 vjet pas banakut nuk ma mesuan kurre. Seta e fjoles ishin të fiksuar të kaj. Dritani kishte ndaluar plotesisht me nje tabaka e ndene dore. Miri ishte në një pozicion ke Rafaeli e leksonte si të dikuqt ke preferonte të mos ishte saktesisht ati ku ishte. Mesova se kanë gjerez ke mbajnet cilesine, e punes kërës kush nuk po shikon. Mesova se dingjiteti nuk ishte ajo ke vesh ose postikë ke. Mesova se buxharia ekziston në forma ke nuk figurojnë në asnjë liste, virtit ishte fjallimeve të diplomimit sepse gjane shumit e thjeshta për të rekur vëmendjen. E këtylle te kuken nga salla parasit e këtente si ti të Klea. Dhe mesova se personi ke bota kishte vendosur ta ingjoronte në kete restorant ishte pikerisht e vetmja ke me pasin njërit e zakon shem kurune
isha pa asnjë arsye të gjashtë me pertu pare si shtok gjë qëtër. Si ta e Kleas ishin ti per lotur. Gjo nga e kara kevgjen nga drama, por nga e kara kevgjen kur diçka tuet me një saktes i kegjen saktesisht, vendin ku fjala duhejsh të arrinte. Klea punon ketu prejgjme shume se diviteshe, tha Rafaeli. Ben punen ke mban kete ven ne punen nje menyre ke shumika, e njerezve ke hijne nga gjodere nuk do ta verejne kurre me vete digje, por ke i njejne pa editur pse. Ajo erdhi nga Gjirokastra, nga provinca, ndërtuaj ketu nje gjete me duart e veta, dargon gjep gjese te roges per familjen që do muaj pa e shpalur para askusht, dikën gje forme të shikimit të njerezve dhe te puneske une pata nevogje per gjave, bashke gjetisi te afert per te kuptuar se nuk eshte zakon, eshte karakter. Kishte nje qilesi specifike ne heshqen asaj sale kë Rafaeli, nuk e kishte përgjetuar ne asnjë nga njembe gjete restorantet, përgjate njezet viteve. Ishte heshqa i njohjes kolektive. Momenti kur një grup njerëzish veren e te njajten kohese kishin keni duke pare, në drejtimin e gabuar per mjaft, kohesa ke korrigjimi të prodhon të siklet. Kalova gjave duke kerkuar dike kuete me trashtonte, si njëri të zakon shem pa ditur askgje, dhe pa dashur askgje mbrapsht. Ai berinje poze të kellimshme. E gjeta kete të personi këte e gjithe rreth ti kishin vendosur ta ingjoronin. Dhe nuk mund të mendoj per një ironime të karte se kjo mbi atë ke po bëj me gabim kur gjikoj me kush meriton vëmendje. Klea u mor frimetele. Njelot kishte zbritur ne anene fytyres të ajo nuk beri as një gest per të fshehur, me atë të njëjtën dingjitit pa performance ke kishte ne qëruk gje ke ajo bente. Rafaeli beri nje hap per para, kështu ke tani, me gjithhe këta njerez këtu si dëshmitare, une dua të pjesë ti, Klea, gjo gruan me të festuar të kesaj sale, gjo me eleganten, gjo ate ke me shume ter hokive menjen ke tenate. Por ti me të injoruaren nga tek gjita, ke me pesin gje te barabarte kur bota mbare me redukton të nje uniforme. Gje pauze e vogel dhe madheshtore. A du të pranoshe të nderto gje diçka me mua. Salla ishte absolutisht e palevizur. Klea mbeti e palevizur per një moment kë nuk ishte i gjate por kë. Per mbante gjitska kë kishte gjetuar në divitit, ne atë restorant, mengjeset e ardjes heret, pushimet vetem në mense. Komentet e koridorit kë kishte zgjedhur të mos i mbante, dhe pasta gjavet në shkalet e mezaninit mengje bureka kishte dëgjuar vertit. Ka kishte ndare heshqen pa pasur nevogje të mbushe, ka kishte pjetur per te atinte per Gjirokastren dhe per ateke, ajo mendon të kurshite nje salet e paster si kur kjo të kishte rende si poak, sa shtu biside qeter kë kishte pasur. Une kurre nuk dita asgje, ta ajo, me zerin ke i dridaj lehte por ke nuk humbi këndru e shmerine, ke ishte regjistri, isaj natural. I di, tha Rafaeli, shte saktesisht per kete kë eshte reale. Ajo e shikoj, ate per nje sekonde kë ishte të gjita sekondat e me parshme të kondensuara. Po, tha ajo, fjala doli e tjeshtet e dritur të e plote. Dhe salau per gjigjme një nga ato momenti, ke nuk planifikohen të ke vajne kur diçka e vertit e ndodh në një vend ku shumika e gjerave gjanet e logaritura. Një levizje kolektive, i frime marries kue ishte pjese befasi, pjese emocion të pjese njohja e vonuarse, kishin kine të planishem në diçka kue nuk ishte performance, dritani filluit e duar trokiste i pari, me ate bugjari natyrale të gjithmonshme. Fjolla u bashkua me ta me një shprejgje kue kishte emocion real të perzir me dingjitetin. E dikuqke nuk du të e tregojë gjithë ate ke në gjenë me njëhere. Saj miri mbeti imbeshte tur në murin e pasme me fityra e burrit ke din të gjithka prej gjavesh, dhe kwe shihte finalen të endote me kenaki si një diskretit e dikuqke ruan një sekret miredi shperblehet per kete. Miri duar trokiti gjithashtu, pas një sekonde me shume se te gjeret, dhe kishte ne gjest një silesit e dikuqke, po ben me shume se sa po duar trokas një moment të bukur. Po përpiket të zgjidhe diçka brenda veteske, nuk ka zgjidgje të shpeqte por kjote pak të nfilui televiste. Rafaeli i zgjati doren Kleas. Ajo e shikoj doren dhe pasta gjati me ative mengjet e gjithmonshme, dhe i vendosi doren brenda dore se tijme naturalitetin e dikusht kje ben gjera sepse kane kuptim dhe gjo sepse dikush po shikon. Por ishin gjashtet gjete njerez duke shikuar. Dhe atenate.
Per herët e pare ne shumë kohe, Rafaeli nuk mendoi se këgjo ishte një problem. Në editet kjo pasuan, restoranti u këtjene ritmin e zakon shem me një teksture lehtësisht ndryshe, si një pelhure kjo kalojne per të njajten largje por mbeti pak me e bute. Fjolla u këtjete listat dhete komentete drejt per drejta, por kishte diçka ke kishte ndryshuar në mënyrën se si ajo flisti per klin kur tema dilte. Gjome me përziergjen e ke kardgjës dhe admirimit te me parshem, por me nje respekt kjo nuk kishte nevojë për zbukurime për te kene i verajtshem. Dritani ishte dritani. I pandrishueshem në bujari dhe e kishte përfshire Rafaelin në grupin, i njerezve për te silet a ingjente një afersi naturale pa pasur nevoje kurre të deklaronte kete formalisht. Klea vazhdoj të punonte në magazinen kendrore. Gjo sepse nuk mund të bente diçka tjetër tani, por sepse kishte një parim poshte asaj zgjedhjegje ke ishte saktesisht parimi ke Rafaeli kishte njohur te ka gjokje nga fillimi, se vlera e punes nuk varet nga gjokje duket nga gjashte, dhe se largimi nga ku ishte për nxej arsye ke nuk ishte. Dëshire e vërtete du të ishte tradti ndaj diçka që ke ajo kishte ndërtuar me kushtes gjatë viteve. Ai nuk beri presion ambite, kishte mesuar, në me shume se nxej muaj pushimin në nxej shkale. Se bergja e presionit mbi klian për qdo gje ishte si të tentoje të nësi që ritmin e nxej personi këtë tashme e ka gjetur të vetin, ata ndjertuan atë kera në dekord të ndërtonin. Ngadale me seriositetin kë ajo vendoste në sto gjete, me vëmendjen ke ai kishte mesuar të vendoste në gjerat ke kishin rendesi. Kishte darka gjashte restorantit, ne vendet të thjeshta dhe ne vendet të sofistikuara, dhe diferenca mes di lojeve të vendeve ishte. Në shokerine e sej me e vogel si sa Rafaeli e imaginonte se do të ishte. Kishte bisedat e gjata për të atin nga Gjirokastra, per kuzhinen i Elbasanit, per atë ke se cili kishte mesuar duke pare njerezit ret, tiret e per atë ke se cili kishte vendosur të bente me kete. Kishte gjithashtu heshqet, ke vazhduan me të ngjegjen teksture si gjithmoni, heshqja e di njerezve, ke nuk kanë nevojë të mbushin hapesiren me stire ky, ajuta këtë vlere, sa i mirino një darke këtë tre bene se bashku disa muaj me vone. Ta diçka ke mbeti me Rafaelin me ta ngjajten këndrueshmëri ke disa, fgjallit e voglambeten. Gjegja me inteligente ke bere në ngjezet vjet nuk ishte asnjë nga restorantet. Ishte hekgja e ores. Rafaeli kishte shikuar kiqin e dores ku ora ishte këtirësirisht e kishte menduar se sa i miri ndoshta kishte të drejte. Dhe diku brenda ati gjmendimi ishte gjithashtu veteri gjase, gjegja me i rendesishme ke kishte mesuar, në gjithe ate per vogje nuk ishte per klin. Ndonesi klea ishte kendra e gjithë qkagje. Ishte per ate ke ndot kur ti hek nga vetja ate ke bota per dor per te te vlerisuar dhe zbulon. Me njebe fasi ke dhem lehtesisht në drejtimin e duhur, se ajo ke mbetit i eshte im gjaftueshme. Ishte me shume se im gjaftueshme, se ajo ke mbetit. E zveshur nga çdo gje ke nuk eshte thelbesore. Eshte personi këti ishe para çdo gje qeter. Dhe se ai person, kur gjen gje qeter ke ishe pa filter, pa inventar, pa logarine ke botat e meson ta besh automatikisht. Eshte i aftet e ndërtoje diçka kjo asnjë pasuri nuk e garanton dhe kjo asnjë mungese pasuri nuk e pengon. Sala e magazines kendrore vazhdoi të mbushej çdo natë me atë energji që vinte në shtresa. Lulet gjithmonë të fresketa, ambulesat gjithmonë të pastra. Kuzhina gjithmonë duke prodhuar irirat që parfumosnin rrugan. Dhe kishte, ne atë pastërti të përditshme dhe të padukshme që mbante, gjithë atë në rregull, nje dore që Rafaeli kishte filluar ta ngjete me njeve me nje kwesh konte shume per taj mire njogjes profesionale. Dhe kwen don gjehere, kur nderrimi ishte i kete dhe salla ishte me atë dritet e arte të ores 4 të pastites, a i ndalonte per nje sekondeve tem per ta pare. Gjo si pronari i restorantit kë shikon atë kë eshte e tij. Sa i dikush keme në fonde kuptoj atë kë ishte per paratij gjate gjithë kohes. Dhe kë per kete, tani nuk e shmang me shikimin. Ta e dashur dëgjus, historia e Rafaelit të Kleas arriti në fund, por ajo ke ajo mbart mbetit. Nëse u priket nga ki udhetim inje burrike pati, nevojë të hikte gjithë qka kje kishte per të gjeturët e kje mungonte. Dhe me nje grua ke kure nuk pati nevojë per, asnjë nga keto per të ditur se kush ishte, atëhere gju tashme e dini se histori të tila kane një fuki kja shkon per të argetimit.
Ato na kuqtojnë diçka që gjeta e perditshme ndonjëherë na bën të harrogjmi, se dashuria I vërtetë nuk lind nga kushtjen e boti, por nga kushtje kur askush nuk po te kushton vëmendje. Per të vazhduar këtë udhëtim me histori po aq pasionante që eksplorojnë kompleksitetin e zemrës njerëzore. Regjistrohuni në kanalin tonë dhe aktivizoni zilen per të mos humbur asnjë episod. Nëse kjo histori preku diçka tek ju, lini pelkimin tuaj, ki gjest I thjeshtë ndihmon në dërgimin e këtyre rrëfimeve të me shumë njerëzke gjithashtu kanë nevojë të dëgjojnë. Dhe na tregoni në komente çfarë gjula me shumë mbrese në këtë histori. Gjesti I Rafaelit duke hekuroren, fjalja e Kleas për punën e ndershme, apo ajo po e dridur në fund. Gjemi këtu që do dita me histori unike kë, siç Rafaeli zbuloi në magazinën kendrore, gjejnë forcen e tyre pikërisht, ati ku me pak pritet. Deri në historinë e ardhshme, të faleminderit kë ishit me në deri këtu. Fundi I historisë.